Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Pasi ka dërguar në gjykatën kushtetuese shkarkimin nga Edi Rama, Erion Veliaj ka dërguar po në këtë gjykatë, ka nisur po në këtë gjykatë edhe dekretin e presidentit Begaj. Pra i ka goditur të dyja dhe pret vendimin ose pret gjykatën kushtetuese. Pra, së dyti ka goditur presidentin Begaj që shpalli zgjedhjet në Tiranë më 9 nëntor. Për këtë çështje do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni, por dhe për zgjedhjet që pritet të zhvillohen dhe ç'do të bëjë opozita me to. Po ta jemi duke ndjekur një sagë të rëndësishme ku vrapohet, domethënë, një grup njerëzish të Partisë Demokratike që po zgjedhin kandidat, po dhe grup tjetër të partive të reja që kanë zgjedhur kandidatë të tjerë. Bën përshtypje fakti që vetë kryetarët e këtyre duket kostumi i kryetarit të Bashkisë Tiranës u ri shumë i vogël. Dhe gjejnë kandidatë të tjerë për distrikt, në për rajone, në Tiranë, domethënë në kryeqytet. Tani për të folur këtë pjesë, të cilin do të përpiqemi t'ju themi në një gjë, si zakonisht, siç bëjmë gjithmonë, unë kam në studio Eugen Beci, avokat, ish prokuror i krimeve të rënda, i domosdoshëm shumë me sotme për të saksuar disa gjëra, sepse diskutimet në tokën ku jetojmë, në vendin ku jetojmë, janë tmerrsisht mëdha për këtë problematika. Njerëzit rinë dhe pa bukë, nuk hanë, nuk ushqejnë, po vetëm të shpjegojnë këto gjëra. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zoti Beci, Ergys Mërtiri, zoti Plet Zogaj, zoti Bushati dhe zoti Ergys Mërtiri, mirëmbrëma. Brava. Pra, do të përpiqemi, si thash, të themi në një gjë. Por ndërkohë ka plasur dhe një ekstazë madhe, një qarje shumë e madhe për Erion Veliaj. Kanë tani një pjesë e mirë, sidomos media, dhe janë rikthyer dhe ata që e braktisnin një moment, dhe tani janë rikthyer. Duke tani ka dhe në një ngroje të rëndësishme të xhepave, si do të rëndom në vendin ku ne jetojmë. Vllai i tij është në qarkullim tani me gjëra, me vlera, me gjëra të cilat edhe do thonë që i shpërndan në për këto. Tani, në ndjenjë direkte, në pjesën jo fundore, po në pjesën e fundit, themi, jo fare fundore, do të kem Arlind Qorin, për të cilin pati se probleme Arlind Qorin të studion time tha që unë nuk marr pjesë, nuk futem në zgjedhje, nuk bashkohem me Sali Berishin e gjithë këta. Ndërkohë këta, pasi tha Arlindi kështu thanë dhe këta, ne nuk e pranojmë, se është ekstrem. Ta pyesim dhe njëherë ç'do na thotë kë. Zoti Qori. Tani le të fillojmë, të kalojmë direkt. Sinkroni parë pjesë nga shpjegimi i fragmente nga shpjegimi i presidencës për dekretimin e zgjedhjeve në Tiranë, i presidentit, si thua. Sinkron. Në respekt të neutralitetit institucional, Presidenti i Republikës nuk shqyrton meritën e çështjes. Nga praktika dokumentare e çështjes, rezulton se Këshilli i Ministrave ka referuar tek kuadri ligjor, i cili përcakton se shkarkimi për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprer përbën rast të ndryshëm nga shkarkimi për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve që parashikon neni 115 i Kushtetutës, gjë që do të thotë se për VKM numër 539, datë 25/09/2025, nuk zbatohet juridiksioni kushtetues për të drejtën e ankimit, por juridiksioni gjyqësor administrativ. Vendimi i Këshillit të Ministrave që shkarkon kryetarin e Bashkisë për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve pezullohet në rastin kur ndaj tij paraqitet ankim në gjykatën kushtetuese. Çdo vendim tjetër që shkarkon kryetarin e Bashkisë për shkakun se ky i fundit dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim të formës së prerë nga gjykata ose se propozohet për shkarkim nga Këshilli Bashkiak Përkatës për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprer, përveç se ankimohet në gjykatën administrative, jo në gjykatën kushtetuese, pezullohet vetëm nëse pezullimi urdhërohet posaçërisht nga gjykata administrative. Sikurse rezulton nga dokumentacioni shoqërues i VKM-s, ky sqarim ligjor ka qenë në dispozicion të palës dhe të publikut që në datën 25/09/2025. Presidenti i Republikës konstaton se në periudhën nga data e miratimit të VKM-s nuk është regjistruar ankim në organizmin kompetent gjyqësor dhe nuk ka një vendim pezullimi nga ana e tij, ndërkohë që afati i Presidentit të Republikës për shpalljen e zgjedhjeve është vetëm 48 orë nga marrja e njoftimit.
Me daljen e dekretit, mjetet ligjore mbeten në dispozicion të palëve me qëllim që ato të realizojnë mbrojtjen e interesave të tyre të ligjshme. Ndërkohës që thashë, Beliaj me ngritur sot kimenatë dhe ka shquar në kushtetuese edhe presidentin Bayram Begaj, pas Ramës. Le ta ndjekim edhe sinkronin 2. Zbatimi i dekretit të presidentit, përpara se gjykata kushtetuese të ketë vendosur mbi ligjshmërinë e shkarkimit, rrezikon të prodhoj pasoja të rënda, të parikthyer dhe me ndikim të gjerë që prekin jo vetëm pozitën institucionale të një të zgjedhurit vendor, por edhe interesat shtetërore, shoqërore dhe të qytetarëve që kanë ushtruar të drejtën e votës në zgjedhjet e fundit me mandat kushtetues 4-vjeçar. Krijimi i një vakance të pavërtetuar ligjërisht dhe organizimi i një procesi zgjedhor mbi një bazë juridike të kontestuar minon legjitimitetin e zgjedhjeve, shkakton konfuzion institucional dhe vendos gjykatën kushtetuese përballë një situate fait accompli, duke e bërë të pamundur rikthimin e status quo-s që kushtetuta kërkon të garantojë përmes pezullimit automatik. Pra, këto ishin dy sinkronet, ne kishim përgatitur e para ishte spjegimi i presidencës, që hasin diskutimet shumëta për të thënë të vërtetën, dhe pastaj Beliaj që ka quar në thelbi e asaj çka i kërkon, që ka quar dekretin e presidentit në kushtetuese. Gjithsesi ajo pritet të shkonte në kushtetuese. Nëse jo nga Beliaj, ndoshta nga opozita ose dikush tjetër. Tani, zoti Beci, dëgjuam shpjegimin që dha presidenca për dekretimin e zgjedhjeve në Tiranë. Ju si e shpjegoni, a e shpjegoni sa më thjesht këtë gjë, që popullata, që po merret shumë këto kohë si shta shumë me këtë gjë, të kuptoj çka bërë konkretisht presidenti ju i nderuar, si e ka justifikuar dekretimin e zgjedhjeve të Tiranës, që ta marrë vesh popullata e gjithë, kur them të gjithë, edhe këta që nuk kuptojnë shumë. E gjithë e popullin kuptonë, Vetëm ata që na shojnë nese. Ata që s'na shojnë. popullata që na shikon, ata që nuk na shojnë ata. Pacin vetën? Sigurisht. Po, avokat? Ideja është tu. Ka dy momente të cilat duhen theksuar në këtë proces që duket se ka marrë vëmendjen e gjithkujt. Për sa i përket mënyrës procedurale të trajtimit nga ana e dekretit të presidentit, duket se në shpjegimet në relacionin shpjegues që ka dhënë presidenca për sa i përket dekretit që ka nxjerr, ka veçuar aktet e parashikuara nga ligji mbi vetëqeverisjen vendore nga aktin e parashikuar nga kushtetuta që është pikërisht neni 115, se ky është bërë sport më vetë, të gjithë kam mësuar numrat e neneve. 115 i kushtetutës, 62 e ligji mbi vetëqeverisjen vendore. Në fakt, po t'i referohesh të tërë thelbit të gjës, duhet t'i shohësh të dyja të lidhura me njëra tjetrën. Nuk mund t'i shohësh të veçuara me njëra tjetrën. Ky është një vlerësim dhe mendim që i ka futur në një debat të madh të tërë juristët, konstitucionalistët, po dhe ata që marrin vesh nga ligji në përgjithësi. Në rast se i shef të veçuara ligji mbi vetëqeverisjen vendore dhe kushtetutën më vete, duket sikur ato kanë të drejtë më vete nga njëra tjetra. Por nuk mund t'i shohësh të veçuara, nuk mund t'i shohësh të veçuara për dy arsye themelore. E para, në rast se shef të veçuar vetëm kushtetutën dhe nenin 115 të kushtetutës, ku thuhet që shkarkimi bëhet për shkelje të rënda ligjore, pasaj pika 2 thot në rast se bëhet ankimimi automatikisht kryhet pezullimi i vendimit të Këshillit Ministrave që ka sjell për pasojë shkarkimin e një organit të qeverisjes vendore, duket se këtu formalisht je në rregull, por ke një problem të madh. Nuk mungojnë hollësitë e domosdoshme që kushtetuta nuk mund t'i marrë përsipër, sepse kushtetuta, duke qenë ligji themeltar i shtetit, flet për parimet e përgjithshme dhe për problemet specifike të tjera flasin ligjet organike, si që është në rastin konkret ligji mbi vetëqeverisjen vendore. Në rast se merr vetëm kushtetutën, duket sikur je në rregull dhe thua, ky nuk është shkarkuar për shkelje të rënda të ligjit, por është shkarkuar se s'ka vajtur 3 muaj në punë. Në rast se merr më vete vetëm ligjin,
organik që është ai i vetë qeverisjes vendore duket sikur nuk kanë lidhje. Prandaj gjithkush duhet i marrë të ndërthurura me njëra tjetrën dhe në rast se i merr të ndërthurura me njëra tjetrën, ne kemi vetëm një konkluzion të tillë. Propozon Këshilli Bashkiak, Këshilli i Ministrave vendos shkarkimin dhe personi që ose këshilli, se mund të mos jetë person, mund të mos jetë kryetari, mund të jetë një këshill që shkrihet apo shkarkohet, automatikisht në rast se bën ankim në gjykatën kushtetuese në pikpamje formale, vetëm dorëzimi në protokollin e gjykatës kushtetuese, sipas kushtetutës duhet ta pezulloj efektin që sjell vendimi i Këshillit Ministrave. Pra, mendoj se nuk mund të merren të veçuara ligji mbi veçqeverisjen me kushtetutën. Në rast se merr të dyja bashk, këtu jemi në një problem. Atëre, ta thjeshtoj unë këtë që ju me një pyetje tjetër? Jo, unë doja të vazhdoja të diskutoj. Jo, do vazhdosh, po pikërisht duke qenë këtu, në mënyrë që shikuesit të ketë një perceptim më të qartë, unë po më ndalem të këto, sepse ju po nuk u bashkuan këto, thua? Interpretim veçeveç. Atere. Sepse duhet logjikosh për të dyja. Se shumë teknike. Ja, këte po e pyesëm. Me një fjalitim. Me një fjalit të them, në ligjin mbi veçqeverisje. Jo, pripit. Presidenti, në këto kushtet gjitha që përshkruhet ti, duhet të dekretonte zgjedhje për Tiranën apo jo? Për mendimin tim nuk duhet të dekretonte zgjedhje për Tiranën, sepse ligjet të dy merren të bashkuara. Tani vazhdon shpjegimi. Po, tash i vazhdojmë shpjegimin. Duhet lajmi pasaj. Atere, me këtë që ju thatë, jo një minut. Jo të fundit, jo pjesën e fundit, ju thatë që të dy ligjet e gjitha, interpretimin që betë, por le t'i bashkojmë të dy. Do me thënë këtu ka një diskutim. Ka diskutim, farë. Mos do t'i tani, ata themun. Ta thuash. Edhe diskutimi është... Unë jam i qartë që t'i zdo. Bile sot nuk duan shumë njerëz. Jo së për arsye tënde. Ti e konsistent në të që thua vitet tëra. Të tjerët kanë apje çante vlla. Apje çanta marrin gjenë. Unë them... Jo. Je konsistent, je ke me Ramën përgjithsisht. Sa më parë... Mund të rehabilitosh edhe Adolf Hitlerin. Sa më parë të shporet e Erion Velia nga Tirana... Aq më mirë. Por duhet më ligjore tu. Por, sa më antiligjore tjetë shporja Erion Velia... Aq më tepër përfiton... Aq më keq është për gjithë. Por unë kam këtë pyetje, që do të dëgjosh dhe ti dhe do të... Ndoshta të duket... Tani, cili është interpretimi juaj ligjor, si ekspert i ditur për këtë punë, për dallimin midis shkarkimit për arsye administrative dhe shkarkimit për shkeljet kushtetues. A është e drejtë që presidenti Begaj e interpretoi rastin e Tiranës si çështje për gjykatën administrative? Këtu doja të shpjegoj. Këtë dua unë, se këtë duan dhe njerëzit. Ligji parashikon 3 pika të shkeljes, të shkarkimit për shkeljet që duhet të bëj. Dhe më pas shkon në kushtetut. Unë thash duhet marrë të lidhura të dyja. Pse duhet marrë të lidhura të dyja? Në rast se merr më vete kushtetutën, nuk gjen arsyet administrative të shkarkimit. Po të shosh vetëm në 115 dhe po të shosh më vete të izoluar në 115, i bie që nuk do shkarkohet kur, sepse nuk parashikohet aty ke në 115 që në rast se mungon 3 muaj në punë, nuk ikën, nuk shkarkohesh, dhe nuk parashikohet që në rast se dënohesh me një vendim formës për e shkarkohesh. Prandaj merren në mënyrë organike integrale dhe futet edhe në 162 ligjin mbi veçqeverisjen vendore. Po ta marrim më vete në 162 të ligjit mbi veçqeverisjen vendore, ka një problem thelbësor për sa i përket procesit të rregullt ligjor. Nuk parashikon ankimin e parashikon kushtetuta, prandaj merren të dyja në mënyrë organike. Dhe ajo që thoni ju, shkelja administrative që ka sjell për pasojë shkarkimin e një kryetari bashkie, ka 2 parime bazë që ne duhet t'i marrim në konsiderat. E para, procesi rregullt, dhe këtu jemi në gjykatë kushtetuese, në po themi në habitatin e gjykatës kushtetuese, ku ka të paktën 4 vendime, ku ka parashikuar saktësisht mënyrën se si duhet zhvillohet një proces i rregullt ligjor. Dhe këtu vem të shkelja e parë. Gjatë gjithë procesit që ka filluar në Këshill Bashkiak dhe pasaj është konkretizuar në Këshillin e Ministrave, kemi një shkelje thelbësore të cilën gjykata kushtetuese nuk mund ta lërë pa përmendur se ka thënë në vendimin e vet, jo më larg po në 2021-shin, në një proces. Në rastin e kryetarit të Bashkisë Laçit Vaudejes, kur shprehur dhe ka thënë pa tjetër në çfarë do lloj procesi, qoftë ky administrativ, penal dhe proces tjetër, duhet personi së pari të njihet saktësisht me arsyet e shkarkimit apo të masës disiplinore që do jepet.
Së dyti, të marrë pjesë patjetër në proces, ose vetë ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij. Kjo është një shkelje që gjykata kushtetuese nuk e kalon dot. Dhe në rast se quhet shkelje administrative, do vëmë në një konkluzion shumë ligjor që shteti ligjor këtu dallon. Edhe presidenti dhe kryeministri dhe Këshilli i Ministrave nuk mund të interpretojnë çfarë ka në mendje gjykata kushtetuese. Po, sot që flasim, gjykata kushtetuese mos fshihet dhe të dali dhe të thotë, po, unë do mbledh sipas E kam pyetje, ja një sekond. Se përgjigje që thoni ju do ta jap gjykata kushtetuese. Po, do të bëj një pyetje që lidhet me kohën. Jo. Tani unë duke biseduar me dikët, po shkonja për të ftuar dikën në emision, një i të rëndësishëm, dhe takoj një jurist një orë, si nuk po ja them me. Po. I thashun, po si është kjo punë tani? Se kishte ndodhur. Tha, dhe ti çfarë po bëni? Jo, tha, më kërkoj një këshill dhe unë do të them tha që gjykata kushtetuese ta shpejtoj procesin gjykata kushtetuese. Tani, të mbetemi vetëm 20 sekonda te kjo. E ka shkel kushtetuesin dekreti i presidentit Begaj, themi çfarë shkurt qartë. Shiko, këtë unë nuk mund ta them. Këtë mund ta thot vetëm gjykata kushtetuese kur ta marrë në shqyrtim dhe me shumë të drejtë avokatët e okej, e the me pak fjalë. Tani, Velia i e ka çuar dekretin e presidentit kushtetuese. Po. Duke qenë se qarta si ka një urgjencë, a mundet avokat, ti ke qenë dhe prokuror njohur, a mundet të nxitoj gjykata kushtetuese për të shprehur përpara mbajtjes së zgjedhjeve? Gjykata kushtetuese ka fatet e saj, do mblidhet treshja e gjyqtarëve që do vlerësoj këtë që ne po diskutojmë, a është në kompetencën e saj apo jo, kërkesa është bërë në pikpamje formale në rregull apo jo, do shikoj dhe do interpretoj në mënyrë shtëruese këtë në 115 që ne diskutojmë, me që është herë e parë që diskutohet, do diskutoj dhe kompetencën është administrative apo është kushtetuese, prandaj thash pak më parë, as presidenti, as çdo institut tjetër në Republikën e Shqipërisë nuk mund të paragjykojnë dhe të thonë është administrative apo është kushtetuese. E di si është kjo punë? Në rast se ti je çmendur dhe shkon në gjykatë penale dhe i thua, unë kërkoj të marr tokat e mia në Zvërnec. Gjykata penale ti nuk mund të çohet dikush dhe të thotë jashtë gjykatës, thotë, ylli ja ke futur kot e ke çuar jashtë kompetencës. Jo, do çohet gjykata, do bëj seancën e parë. Ajo do të thotë që është apo jo. Unë nuk jam kompetente të do çoj. Askush, asnjë subjekt tjetër nuk ka të drejtë ta thotë të gjë. E drejtë. Brenda 3 muajve gjykata kushtetuese do duhet të vendosë për mënyrën e zgjidhjes së kërkesës në themelë. Atëre ju thoni, jemi shumë okay deri këtu. Jemi shumë qartë, thjesht dhe okay. Dhe brenda 3 muajve. Dakor. Por zgjedhjet do bëhen datën 9. Tani që ndodh nëse gjykata kushtetuese vendos në favor të Veliaj. U bën zgjedhjet dhe befas gjykata vazhdon procesin dhe vendos në favor të Veliaj. Përgjigjja cinike është kjo. 2 ish prokuror të përgjithshëm që janë prokuror të përgjithshëm me vendim gjykatës kushtetuese, 3 kryetar bashkisë që janë kryetar bashkisë me vendim gjykatës kushtetuese, ndërkohë që ju kishte mbaruar mandati disa herë. Prandaj është momenti që gjykata kushtetuese të tregojë rolin e saj si gardian. Nuk është pikpamje formale dhe teorike. Sot që flasim është pikërisht ajo parrulla e famshme, gjykata kushtetuese është gardian i kushtetutës. Në rast se të tërë qytetarët... Avokat, çfarë ndodh? Anullohen zgjedhjet? Të të shpjegoj diçka. Në rast se të tërë subjektet janë quar... Të tërë subjektet janë quar dhe e kanë marrë që ta zgarravisin kushtetutën, është momenti që gjykata kushtetuese ta kap në dorë dhe thotë, jo, kushtetutën duhet ta mbrojë unë. Ky është roli i gardianit. Dhe roli i gardianit brenda javës gjykata kushtetuese mund të mbledh ata 3 gjyqtarët që është një lloj seance paraprake po e quajmë dhe të çohet dhe në pas të ligjit organik të saj mund ta ritheksojë me vendim pezullimin që parashikon në 115 i kushtetutës dhe pastaj ta gjykojë çështjen. Pra, zgjedhjet nuk anullohen. Po nëse zgjedhjet janë mbajtur dhe gjykata... Në rast se mblidhet gjykata kushtetuese, i pezullon, me qënë se këtu ka keq interpretime. Teorikisht, po problemi është se gjykata kushtetuese në Republikën e Shqipërisë nuk ka një organ ekzekutiv. E di si është kjo punë? Vendos gjykata kushtetuese, unë nuk të pyes, unë do vazhdoj. Si do bëhet? Më pas nuk vendos fare. Okej, atëre, avokat, ti do të ndjekësh tani opinionistët, të cilët do të komunikojnë me mua, dhe pastaj nëse ti ke për të ndryrë të secili. Do komunikoj direkt me ata apo nëpërmjet jush? Jo, ti komunikon dhe direkt. Jo, se në sallën e gjyqit, në sallën e gjyqit duhet palët komunikoj nëpërmjet gjykatës. Jo, në këtë rast nuk kemi sallën e gjyqit, jemi në emision dhe ti ndryrë në kur të shosh të arsyeshme.
në mënyrë që ne të përpiqemi të bëjmë një sqarim, Madje një nëse gjithmonë do Edhe të pa fundi, lekë. Madje një avokat i tha gjykatës, thojni prokurorit të më shikojnë nëpërmjet gjykatës. Tani, opinion nga të tre ju të nderuar për këtë që ka ndodhur. A ka vepruar drejt presidenti duke dekretuar zgjedhjet në Tiranë? Më ekstrem ashpër këtu është Bushati, fillon kë. I pare. Pare. Tani lajmi Do kesh pyetje që të fillosh dhe i dyti, i treti, po tani je i pari. Lajmi i ditës është që ne kemi futur një lop në presidencë. Që? Kemi fut një lop në Jo, presidencë. tani, nuk do ta bësh. Po jo, Mos na sill amën këtu të sjell lek, nuk ka lek e Ndrimeksi tani të paguaj amën. Atëherë le ta paguaj 2 fish gjobën, kemi fut një lop në presidencë që edhe Haxhilleshi do e kishte zili, po të çojë nga varri, thoshte si kam shërbyer unë Enver Hoxhës me kaq pasion. Penal, se do hynte në burg ai. Kodi penal të ju një në burg, zotri. I riu. Po, shqyr thuaj që nuk është votuar. Dhe kemi futur një lop në Mirë. Ti na sill amën këtu tani të vi me Ndrimek, më thënë mua marsi nesër, Ti po ma thot the mua prapë ka ardhur ky ta dokument, mos ka ardhur jep- ky dokument, po më ka thirr disa herë tani të Mos ma ngrit topin. Vazhdo. Jepja gjobën atij dhe sa. Vazhdo. Mos ma ngrit top. Gjobën e ke vetë. Sa për tjeni? Jo. Dhe kush është problemi? E tha dhe avokati këtu që kjo gjë nuk bëj, dhe cilin jurist kam kontaktuar unë mbi 10, pa interesuar më kanë thënë të njëjtën gjë. Që kjo nuk është e pa imagjinueshme, pa mendueshme, e pa perceptueshme, thuj çat dush. Dhe këtë nuk po e diskutoj se kjo nuk ka diskutim. Unë po diskutoj anën politike. Kush është ana politike? Edhe gjykatë kushtetuese, po edhe një ashankuar Veliaj, nuk anullohen zgjedhjet që ditën që ka vendosur Edi Rama, ore, harroheni. Pra, zgjedhjet parakoshme në Tiranë do bëheshin. Nuk e shkallmon njeri vendimin që ka marrë Edi Rama. Po ky ditëziu që i quan veten kryetar shteti, sheqer. Sheqeri u shkrije, kupton? U bë shurup trëndafili. Ky sheqeri kishte një gjë në dorë. Thjesht respektonte veten. Zgjedhjet do i bëni, thoshte, po unë të paktën, po pres një vendim gjykate që duke ju shërbyer të ruaj pak dhe faqen time të bajgos. Po pra, e shpjegon, bën këtë shpjegim. Ky është një problem thot për gjykatat administrative. Dhe këtu ka një hile tjetër, Bushat. Edi Rama nuk e ka bërë vetë shkarkimin. Për shembull në rastin Edi Rama e ka bërë vetë shkarkimin. Jo. Ka vënë firmën. Jo, pas. Pas Këshillit Bashkiak. Jo, Këshilli Bashkiak e kalon në një pjesë të rëndomë. Edi Rama nuk është noter. Kryeministri i Shqipërisë është vendimtar. Këshilli Bashkiak vetëm propozon, duhet ta lexojmë ligjin sakt. Po tamam pra. Në rast se propozon Këshilli Bashkiak, VKM-ja thotë jo, s'dua të shkarkoj. Nuk ka asnjë pasojë. Ora, i po tallet me Trumpin, ju thoni po dëgjon Këshillin Qa po tallet me Bashkiak. Trumpin? Prit pra, prit. Po Trumpi u tallë me ne tani. Dakord, ma. Tani ti po bën si këta që dolën bën lajm të madh. Trumpi po tallte me nderen me ne. Pa tjetër pra. Armenina thosh ne. Një njeri që na kthen Ne jemi Albani, ai thosh Armeni. Një njeri- Po tani të lutem shumë Një tani. njeri- Trumpi tallet me ne, ti thua tallet një ai. njeri që na kthen dinjitetin në raport me Po të vendos, Trumpin, po të bëj, ka drejt ta bëj. ka për gjë që të zbatoj ligjin. Pra, Tani ti po gjetë edhe këtë të Trumpit, Bushat, pastaj, hajde të bëjmë një të marrim shpatë, unë po them, s'po merrem. ta thresë Ramën, këtu të flasë ai, po ti të fjalë e ti dhe merri shpatat, Vendimi im s'ka lidhje. në këtë rast është i Ju në qartë. Trumpit. Edi Rama, çdo hap që ka hedhur është në të drejtë Zotit. Pra, Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste që kërkoi shkarkimin dhe që firmosi Këshillin Bashkiak është drejtë Zotit. Pra, formalisht Ramës tu nuk ketë që thua asnjë gjë. Ktu sheqeri i bër ujë ndodhet në presidencë. Ti kërkon që të gjitha problemet që ka Shqipëria, Krimin 35 vjet, Jo, ti jo. zgjidh Bajram Bega që ka ardhur dje këtu. Merë Bajramin dhe Jo, më të shton marrin Shqipërinë. të gëzoj lekët e pronave të ushtrisë është në rregull ai, nuk ka rëndësi. Presun as ti Ka radhën Bajrami tani. as ti rregulloj Veliaj, as ti rregulloj Spiropali, as njeri. Unë po them, ku është pika ku është kryer krimi? Në këtë radhë, krimi është kryer ke Baromi. Por, nuk është puna se është kryer krimi ke Baromi. Unë e kam është më banale historia, që Baromi
mund t'ja hiqte vetes këtë krim. Thoshte i bëjmë një muaj më pas, e presim gjykatën kushtetuese. Nuk mund të ketë kjo republik një barom që interpreton kushtetutën dhe thot mos e çon kushtetuese, po çojnë administrative. Po kush ta tha aty mër barom se kush duhet ta çoj? Prit mër gjykatat që thonë, mund t'i shkonte kushtetuese, po pranoj këtë që kjo është për administrative, që se asnjëri, dhe kushtetuesja thoshte, kjo nuk është lëndë për mua, t'ja çojmë administrativ. Jo, thot baromi, e ka administrativja, e caktoj unë. Pra, baromi nga frika, mirë që e bën, po cakton dhe bën dhe rolin e gjykatësit. Në këtë kuptim, unë e kam qujtë që Le ta zi kushtetuesja tani. fatkeqësisht jo e zgjidhej. Jo, të dytën ka shkuar për... Po s'ka për ta zgjidhur. Ore, Do bashkojnë në vizitin të dyja. Do bashkojnë të zgjidhjen. edhe kushtetutëses po t'ja linin, dini që nga kjo reforma drejtësi, kjo kushtetuese, këtë marrë një vendim kundër Edi Ramës, arrohe më prapë Edi Ramës do e merte. Thjesht këtu ishte, do e bajgosnin fytyrën e Bajramit, apo do ja runin fytyrën. Këta vendosën t'ja bajgosin, a i hodhë vetë më shumë bajg mbi fytyrë. Ky Kaq. ishte mendimi i Bushaz. Tani, me radhë... Dëgjova dhe avokatin, po me qenë se ka pas djeshmëri të lartë si çështje, gjithë kemi folë dhe me jurist të ndryshëm. Dhe është një çështje e interpretueshme. Kjo është fjala kyçi që mund thuhet. Është e interpretueshme. Nuk është as me sepat këndej apo me sepat andej. Dhe sistemi i drejtësisë zgjat. Në fakt e ka këtë specifik që sistemi i drejtësisë krijon gjithmonë mundësi palëve që të ankimojnë, të apelojnë, të rishikojnë. Pra, në sistemin e drejtësisë është e mundur që në shkallën më të lartë gjykimit të arrihet një përfundim i drejtë. Edhe siç ka ndodhur edhe me Afër të vërtetës. afër së vërtetës. Siç ka ndodhur me Erion Velien që ka ankimuar edhe dekretin e presidentit, apo mund të ngrijë ndonjë fraksion opozitar, mundet që edhe ato Një pjesë të deputetëve. Një pjesë të deputetëve gjithashtu që janë të shqetësuar për këtë rast, mund të marrin dhe ato një nisëm për të ankimuar në gjykatën kushtetuese. Pra, nuk është e interpretueshme kjo gjë. Tashi Më falë preç. Gjërat e interpretueshme shkojnë në gjykatë. Dakor, sepse vetë sistemi, pra ne po them, kur flasim për këtë tema, duhet jemi pak më të matur, them unë. Sidomos kur nuk jemi kompetent, kur nuk jemi profesionist të kësaj fushë. Sepse shikoj që ka shpërthy si sport popullor kjo tani, do janë bërë gjithë jurist, gjithë kanë vesh tokën e gjyqtarit Venecias, dhe po gjykojnë, po bëjnë, dhe ta bëjnë, s'ka një gjë, por ne mund të flasë, unë personalisht mund të flasë për atë pamje që më shfaqet mua si analist politik. Është interpretueshme, thoni. Është interpretueshme. Si analist politik tani, nuk është interpretueshme. si analist politik, edhe si e pashun, një gjë që është e qartë, ftoj avokatin që në fakt me verifikoj apo jo, ky neni i 115 i kushtetues që flet për shkelje të rënda kushtetues. Të vim dakord një herë që Erion Velien nuk është shkarkuar për shkelje të rënda kushtetues, apo jo. Është shkarkuar sepse s'ka qenë punë. 3 muaj punë. Për 3 muaj punë. Domethënë këto janë dy gjëra që ndryshojnë si nata me ditën. Jemi dakord për këtë? Si vëzhgim, si konstatim. E dyta. Duke qenë ajo që thoni që është bërë sport popullor. Ngatrojmë procedurën me materien. Jo, po themi që edhe materien duhet ta diskutoj kushtetuta në këtë rast, gjykata kushtetuese në këtë rast, të 3 mujoshin, se edhe në mes juristësh dhe kjo punë 3 mujoshin është e diskutueshme. E di çfarë quaj unë, domethënë që e përjashtoj veten nga pjesëmarrja në këtë sport popullor, pikërisht te kjo që thatë ju, që ajo pema e legjislacionit, korpusi i legjislacionit është si një pemë që ka trunë, ka degë ndaja, ka degë vogla, ka degëza, domethënë ata nuk mund t'i shohësh veç. Do t'i shohësh në harmonizimin e tyre. Dhe këtu interpretimi gjen hapësira për të qenë edhe kështu subjektiv.
Dhe prandaj u ngelet kjo atyre që janë zanatit. Jeni i artit Po, e për tek- letërsisë, çdo kod nuk është roman. Shqiptarët mendojnë që duke lexuar kodin i duket roman. Poezia gjithë janë shkruar. Tani, por ka disa gjëra që i shef kushdo, sepse edhe me qenë se përmendën Martin, ka që i shef kushdo, ky film ka në vlera apo jo, ky s'ka. Pra, ky neni 150 këtu, kush është Themra Akilit ty? Për debatin që po zhvillohet, për momentin. Themra Akilit më duket mua është që a duhet që automatikisht, në momentin që dorëzohet një ankimim, pezullohet. Ligji e thotë qartë. Prit, pra, tani. Tu është gjykata kushtetuese që duhet ta interpretojë Nëse është çështje kushtetuese. Nëse është çështje kushtetuese, themi gjë. fuqi fare ligji. Kush e vendos? Zhvendos, Baramegaj. Presidenti i Republikës interpreton kushtetutën dhe Ka vendos. mundësi ta mbarojnë? Ta mbarojnë? Interpretuesi i kushtetues presidenti? Ta mbarojnë Interpretuesi vetëm i kushtetues Republikën e Shqipërisë. Ai është Gjykata kushtetuese. është gjykues. Por garanti i kushtetues ai. Ore, a ka shkuar në kushtetuese të dy Ta probleme? mbarojnë? Pra, ato Po se të futim dhe tjetrin bisedë. Flasim në Jo, përse ka me lore, do të thonë Po thuaj. Okej. unë po flas pra, Avokat ta mbaroj pastaj ndryn ti thua prish. në qoftë se do ishte shkelje, se unë pash edhe ligjin për funksionimin e gjykatës kushtetuese, dhe fola edhe me njerëz që janë gjykatë kushtetuese, ato japin informacion, kush do me marr, ta japin ato. Që se referojmë ligjin për funksionimin e gjykatës kushtetuese janë përcaktuar qartë që cilat janë çështje që pezullohen automatikisht dhe cilat janë çështje që pezullohen me vendim të gjykatës kushtetuese, qoftë kolegjit, qoftë edhe të me vendim të gjithë gjyqtarëve. mbledhjes gjyqtarëve. Dhe çështjet që kanë të bëjnë me këtë nenin 115, këto janë çështje që pezullohen automatikisht. Pra nëse shkarkohet një zyrtar për shkelje të rënda të kushtetuesës, procedura nëse ka ankimuar zyrtari, procedura shkarkimi i tij pezullohet automatikisht. Në qoftë se janë çështje tjera që nuk kanë bëjnë me shkelje kushtetuese, atëherë gjykata merr vendim kur Sipas nene 45 të ligjit që e vendos të pezulloj apo jo. Kjo çështja e siç rezulton mua nga ky ballafaqim, ju jeni jurist tani. Nuk pezullohet. Pra, tu nuk kemi të bëjmë me një çështje që ka të bëjmë me një shkelje të rëndë kushtetuese që duhet pezulloj automatikisht. Pra, gjykata kushtetuese do marr kohë, do ta shqyrtojë, ka caktuar një relator, a do shqyrtoja, a do adresohet e gjykat tjetër, se ka ndodhë, ne kemi rastin e këtij, kryetarit bashkisë Kavajës, i cili se ka dhe organe tjera që bëjnë shkarkim, nuk është vetëm Këshilli Bashkiak apo Këshilli Ministër, bënë edhe KQZ-ja. Pra ne kemi precedent. Nga kjo pikpamje, unë them që ka një mori, çështjes që meritojnë interpretim, nuk kemi pse marrim hovë, kështu. Një gjë mu duk mu, që nuk e gjeta, si me thënë, organike në atë dekretin e presidentit, po aje kishtë shpjegu që me qenë se ka në gjallë shumë debate, po e shpjegoj, po aje mund mos e kishtë shpjegu, farë, aje se aje gjerë dekretin, edhe mund mos kishtë adresu që ky du të marë, ky du të marë, se nuk është në tagrin e ti, mendoj unë, që presidentit adresoj çështje që nuk i ka për të në tagër. Por kjo pjesa tjetër, pra ngelet gjithnjë për të interpretu, dhe për anën politike, ma thu fjallën pastaj, të them fjallën mrapa, unë thua nuk e di, do me thënë ti thua nuk e di, duhet t'i shpalte zgjedhjet apo s'duhet t'i shpalte? Jo, kam, është në tagrin e ti, ne nuk mund të ndalojmë presidentin, du shtroj dhe... Pra Bërimir Begaj thua... Nuk flasë farave, ti fletë këshu, ti ven epitete, unë të them që presidenti është në detyrë, është në tagrin e vetë, të ushtroj detyrët mrena afatit 28 orë që ka përmbush, ka shpallë zgjedhjet. Rasti Tiranës është interpretueshëm, dhe prej se është interpretueshëm, Erjon Veliaj, avokatë e ti, nështë edhe 1/5 të parlamentit, do veprojnë për ta interpretu drejt, ata nuk janë duke, nuk reagojnë për ta shqyrë, për ta interpretuar. Ta funë edhe vazhdojnë pasë. Nuk është detyra ime që t'i ve unë dhe mirë ose keqë për presidentin. është legjitime mos kesh Kam mendim. Presidenti ka kryer detyrën. Duhet ta bënte. Do bëj detyrë më patjetër, për këtë pjesë do të shprehen organet tjera, kaq. Për mua gjithë këtë debat është një debat i
sajuar i stisur që nuk ka pse të jetë debat. Ka 2 ditë që merren mediat me dekretin e presidentit dhe është bërë gjithë populli jurist. Nga se vjen ky debat? Një, është interesuar Erion Velia që ta bëjë këtë debat, sepse do të mbrohet, do të nxjerrë që vendimi për shkarkimin e tij është i palishëm, dhe fatkeqësisht Velia këtu po e mbron Sali Berisha dhe njerëzit e Berishës, gjithë opozita, dhe Bega njerëzit e Lulit. Gjithë njerëzit e Lulit kanë dalë ke Begaj sot, është qesharake, komplet. Më mirë me Began se me Velian. Bushati nafton ne që të bënë gjykatë kushtetuse. Më mirë me Lulin dhe me Begajn, dakord. Jo, nafton ne. Luli s'është fare lojë, Luli ka ikë me bizhame, nga ekran. Jep drejt që bëhet, nafton dhe ne që t'japim drejt vetes Jo, bëjmë kur gjykatë vi, kushtetuse. më kaftuar zoti Ylli për Benkersin, i thash nuk di gjë, nuk vi. Unë i debat ku s'di gjë, ku s'ka mendim, nuk vi. Jetë e 52 mu. Ti nafton ne, ne pyet. Atje ku s'ka mendim, nuk vi. Ata vazhdojnë kushtetuse. Ti e bën shumë mirë. Jo, nuk bëhem. Atje ku s'ka mendim nuk vi. Në futem në një bisedë ku s'di, qa do them? Jo, unë e di fare mirë që do them. Unë di një gjë që gjykatës a mund të do më po ti ta vazhdoj. Po thoj që ky debat nuk ka pse të bëhet sepse është thjesht një çështje interpretimesh juridike, njëri mund ta shohë kështu, tjetri mund ta shohë ashtu dhe nuk ka pse të ngrihet gjithë kjo fortunë për një çështje interpretative. Dhe pse merret opozita me çështje interpretative? Një, sepse kërkon të mbrojë Velian, sepse bëhet ortak me Velian kundër Spakut. Ky është halli i parë i opozitës, dhe halli i dytë sepse opozita ka frikë të zgjedhje. Dhe duke qenë se ka frikë të zgjedhje, do të kapi çdo lloj situate. Po do hy, po s'do të bëhen zgjedhjet, se do hy nga halli zgjedhje. Do hy sepse është dekretuar data. Dhe po s'hyri do hyn tjerë, do marrin vota dhe ajo do dobësohet. Kështu që po hyri pastaj do humbi dhe prapë do dobësohet. Po do marrin tjerë vota. Në zgjedhje, pse do hy opozita në zgjedhje? Rezikohet. Sepse po s'hyri ja zën vendin. Jo opozita, PD-ja. PD-ja pra. Pra e zëm se syn PD-ja dhe mund tani ata mbarojnë logjikën që mundi e di Rama. Më fal. Dakor. Opozita është bërë qesharake sepse opozita tash i hap luftë me Begajn. Dje hapi luftë me Diellën, hapi luftë me Peleshin, vetëm luftë me Ramën s'ka opozita. Opozita këtu më bëri mirë Begaj apo bëri keq më? Fal, prit. Ore, Begaj bëri mirë, opozita janë idiota. Frikacak idiot. Po shpjegoj pse bëhet ky debat. Ky debat bëhet sepse Ti çfarë mendon për këtë debat, jo pse po bëhet. Ja ta them. Secili është. Unë mendoj që ky debat s'ka pikë rëndësie. Pse s'ka pikë rëndësie? Ti ke mendim për këtë debat? Prit më vëlla ta shpjegoj, ti pse më ndërpret vëlla? Ore, po unë në debat ku nuk ka rëndësi, nuk vi, nuk marr pjesë. Jo. Se ti ke ardhur në debat për të thënë që kjo që po flisni ju s'ka rëndësi. Mu po më duket e parëndësishme e kish shpirë. Sepse arsyeja pse bëhet ky debat tu për të thënë që ju po flisni budalliqe se kjo është e parëndësishme. Jo, nuk është kështu. Puna është. Debati i parëndësishëm. Hajde caktoj mirë. Bushat më lër ta them dhe se po më kundërshtoj. Debati i parëndësishëm hapet për arsye të rëndësishme, për qëllime politike, dhe arsyet e rëndësishme politike janë pafësia e opozitës për të hyrë në zgjedhje, nevoja e opozitës për të mbrojtur Erion Velian. Këto janë të rëndësishme për mua. Dhe për të bërë këtë gjë, prodhon këtë debat parëndësishëm. Tani, unë po them, tani dalim tek gjithë si budallëj. Dalim tek Begaj. Pra opozita vetëm bëj luftë me Draman, bën luftë me Bayram Begën. Tani, janë idiota. Për dal tek Ram dakord. Janë idiota, me jo, nuk janë. Janë të poshtë. Ka idiota në këtë vend. Tani këtë vend ka shejtan, po jo idiot. Idiot nuk ka këtu. Begaj është thjesht një funksionar i cili gjykon siç e gjykon ai. Ka 2 gjëra që mund ta gjykoj. Pritni një se. Po çka kemë se çesh gjykon. Po gjykon çai thon më derdi. Ore mund gjykoj dhe ashtu. Derdi mend që gjykon. O bushat, unë nuk merrem të them a është Begaj ku di unë instrumenti i Ramës apo mund të jetë, nuk është ky interesim. Problemi për këtë dakord. Problemi që ndron këtu. Po këtë di gjithë Shqipëria që Begaj është instrumenti i Ramës, po s'di as të dakord. Dakord, valla, ashtu është. Hajde themi që Sali është maskarab, e zgjidhim çdo debat me këtë. Mandin, nëse ne themi a është Bega ku di unë Zar apo s'është Zar. Për ty është instrumenti. Unë nuk kam marrë për këtë gjë. Ne po flasim në këtë rast Zari a ka të drejtë ligjore apo s'ka? Kjo është pyetja. Tani ne po shtrojmë. Ajo që po them unë. Fal, pres. Nisëm që ta mbaroj, ta çojmë në fund. Ajo që po them unë këtu, ka 2 interpretime dhe kjo varet një pikë kyçe. Shkarkimi Veliaj, a është çështje kushtetuese apo administrative? Në qoftë se është çështje kushtetuese, ka drejt Veliaj, duhet shkojnë në gjykatë kushtetuese. Por në qoftë se nuk është çështje kushtetuese, por është çështje administrative, ka drejt Begaj. Ka drejt Begaj. Unë them që të dyja palët kanë nga një pjesë, por duke qenë kështu, pritëm interpretimi. Një sekondë se nuk mund. Ore, nuk janë çështje të bardhëzim o burr.
Çështjet janë dhe me ngjyra, dhe me frekuenca, dhe me ku diun, çështje frekuenca Unë është them që drita. tani është ditë. Tani Debat ha dhe kjo. Po pra po. Ora Kur 9 është darkës, muzikë, kur është ditë, muzikë, po. dikush më thotë është ditë, dikush më thotë është natë. Tani është ditë, them. Hajde gjete, Hajde a ka bëjmë debat përndu për dielli këtë. dhe po ky është debati Hajde bëjmë, pa, po. sepse ndryshe nga ty Mua që m'duket thua, si ti ditë, thua është ditë, dikush tjetër thosh është natë, unë them është muzikë. Dhe kur është muzikë, secili mund të ketë elemente vetë të Pret, interpretimit. si fjali që do për... Çështja është këtu, fal, Ylli. Beranbega thotë shumë vëlla që shkarkimi Veliet është duke hyrë nga ai ligji, pra nuk hyn ke neni 115 i Kushtetutës. Pse? Sepse neni 115 i Kushtetutës bëhet për check and balance, pra bëhet për të çekuar që t'ja heqin instrumentin Ramës nga dora për shkarkimin e një pushteti tjetër, që është pushteti vendor. Rama e çoj. Rama sigurisht e çoj, por Çka ke pastaj? por ligji nuk merret kush e çoj dhe kush ç'a bën tjetri parapakuindave. Ligji interpreton gërmën dhe ligji thotë që për çështje kur ti e shkarkon për se ka shkel ligjin apo se kjo është interpretimi i kryeministit dhe e shkarkon. Ktu futet gjykata kushtetuese dhe pezullon. Kurse në momentin kur këtë vendim e merr, pra propozimin e bën Këshilli Bashkiak, në këtë rast çekun e bën Këshilli Bashkiak. Përdesa është mbledhur Këshilli Bashkiak, shkarkimi i qeverisë shoqërohet me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe nuk shkon fare, nuk është çështje e pezullimit të gjykatës kushtetuese. E para dhe e dyta, Për këto letë që unë jam ignorant, më thuj konkluzionin Do ma ta. heqin licencën. Ja një sekundë. ta hequn këtë. E di pse ta heq licencën? Licencën sepse Ngjo. Këshilli Bashkiak propozon. Po, Edhe që propozon, janë po. Propozim nuk Se është organ. Kjo sjellja që ka marrë në studio nga që se di sa duhet them Një që sekond. është lapidare. Kjo çështje nuk Është është proces i tërë. Të sqaroj një gjë. bashkët. Kjo nuk është çështje juridike, është çështje konstitucionale dhe çështjet konstitucionale lidhen me shkencat politike, me filozofinë lidhet me një gjë më të gjerë. Nuk është thjesht çështje interpretimi gërme, është çështje e interpretimit të ndarjes së pushteteve dhe ndarja e pushteteve është çështje politike para se të jetë juridike. Kështu që në këtë rast ta hequn licencën. Domethënë, Atëherë të ta... domethënë, fal. Ja pun një licencë tjetër ty. Gjykata administrative Jo nuk teq licencë. Teq licencë e shkenca politike, jo të juridike. Kam bërë dhe shkenca politike i Okej, atëherë më mirë. Mbaj të dyja. Tani të shpjegoj diçka shumë. Fut... Me që më fute ke check and balance, të lutem. po pra check and balance. Ke check and Pra m'fal, jo. Check and balance nuk e bën gjykata administrative, po e bën gjykata kushtetuese, sepse Po, kemi pra, të bëjmë po, me një të... po. Më fal, E bën ligji, më më fal, ligji. Më fal, kemi të bëjmë E bën kushtetuta. Më fal të të mbaroj. Kemi të bëjmë me një të zgjedhur vendor, kemi të bëjmë me një person i cili nuk mund të gjykohet sipas administratives. Për këtë arsye, mbledhja e Këshillit Bashkiak është pjesë e procesit. VKM-ja sjell pasojën dhe për këtë arsye unë po të rilexoj për check and balance për të shpjeguar që pushteti ekzekutiv nuk do hyjë në pushtetin vendor dhe fakti që nuk do hyjë në pushtetin vendor këtë e rregullon gjykata kushtetuese, jo gjykata administrative e Lushnjës. Për këtë arsye duhet të qartë. Krimet nuk bëhen vetëm se ka vrasë, po ka dhe njerëz të aftë të relativizojnë krimet. Tu kemi një shtratë krimi Fut qorin dhe vazhdon ti. Si më Po ta bëj pyetje kot, me që thu ku është krimi? Mba shpjego. Krimi- Se unë se kuptoj. Krimi- E di kush, shiko, e di se vetëm kjo opozitë më thot, është krim se po çohet vendi zgjedhje. Krim, Opozita duhet lusi ty në zgjedhje. po varet si çohet. Ta them është krim. Ja një Po sekond. s'ka rëndësi më vlla. Se jo, Një opozitë normale bën- me zi pret ty në zgjedhje vlla. bën zgjedhje. Tu kemi një opozitë që thot mos hyj zgjedhje, po shkojnë zgjedhje për krim. Ky është rasti i parë në botë të Pam zgjedhjes. zgjedhje dhe një marë si u bën. Zoti, Ore, tjetër gjë ajo. ta futin dhe qorin, ta Tjetër futin gjë dhe se ajo. është duke pritur. Pra ti thua mos bëhen zgjedhje tash, Dhe ishte do i vjetër vazhdosh, Edi Rama. Atëre, një sekond. Preçi i thot një gjë Bushatit dhe unë fut në lidhje dhe zotin Qori. Edhe se po ja, Bushati na bën një pyetje pa sens, domethënë që se e bën bardhë. Unë se mbaroj këtë po. Do të mbarosh më do të thosh. Unë dhash mendim dhe ftova avokatin, nuk ftova se ky thotë edhe bëni si gjykatës kushtetues. Unë nuk jam për vete, thonë unë jam ignorant nga ligjet. Të thotë është lopa, i bëhet mendimin tëm, por nuk mund ti bëjmë iso. Domethënë këtij qëndrimi që ke ti. Jo, s'ke pse i se ti bani sa iso, ti si o preç. Po jo ofendon. Jo, unë kam mendim. Tani, Unë po them, unë kam ligje. presidenti ka bërë një krim Po, dhe nuk po, vi në po, po, studio, jo, them është gri, nuk është jo, bardhë, jo, nuk jo, është zi, nuk është o ditë, Bushat, nuk jo, është hajde natë. kuptush. Cili është krimi? Krimi është. Krimi, shiko, Krimi që ka presidenti bërë më kustura e krimi që ka bërë Bajram Begaj Po, është krimi. është se kushtetuta e pengon, e pezullon të shpalli zgjedhje. Po, mikuj. Si e pengon? Dhe ai, Se ku e pengon? Po lexoje pra ne. Ku ma thuaj? Po lexoje pra Ku ma thuaj ti pra? E pengon shpalli zgjedhje. mendim, Me njëherë duke u bërë ankimimi,
procesi Jo, pra sepse nuk është ai ligj. E interpreton me ligjin 115 që nuk është. Smajli me Bajram Begaj. Po dakord, më softova avokatin, i thash avokatin. Unë kam mendim tjetër Neni, nga avokati. 115, tash se ma mendim se kaq. Po ja drejtoj ekspertit dhe A kam drejtë mos jem dakord me avokatin? Jo, po mirë, Po, sigurisht. Se folim. Po dakord. Minutë më. Jo, Femra Akinit Ja është the Bushatit. është pezullimi. Ta fut pak Arlinin se kam Neni shumë minuta që po pret. duke përfshin pezullimi. Ja, zoti Qori është në lidhje. Ja, Re, dakord. Po. Nuk e përfshin. Ta përfshin. Nga atë të gjë, do të gjë, Ligji organik i gjykatës kushtetuese. Jam në rrugë zot Qori dhe nuk rritot gjatë, ju lutem. Se ka dalë Jeni nga rruga. 62 të rast, pra, s'është një... Ja, sekond. Shiko, ti do ish tani, do të bëj një pyetje unë, dhe pastaj, një sekond. Ore, unë jam shumë Bushat, po një sekond më bu. Begaj bëri mirë. Po nuk vin në një s'tem bëri mirë, debat. valla, o. Unë nuk vin debat pa thënë, ti as bëri mirë, as bëri Jo, keq. s'ka bërë asnjë as Atëherë keq, pse valla, ke ka bërë ardhur, valla? Ka bërë Zoti Qori. Ti ke ardhur për të çau opozitën, po opozita nuk hyn Jo, nuk ka fare marrë në për çau këtë debat. Një sekond pra. Ka marrë për të thënë një të vërtetë që Po ta futim Qorin se ka hyp makinë, është në makinë dhe do thot një Opozita mendim. është shumë e poshtër se që mendon. Jemi okay, mo Bushat. Po nuk është sot Ka debati. përfshi- më poshtë se ajo që... Një minutë pra. Po, Po e përfshi, një minutë. I po përfshi dhe zotin Qori. Fare pak, 2-3 minuta, 4 minuta, për një pyetje që do i bëj dhe ti lëviz me makinë pastaj, gjen pak më të saktë ndoshta në shtëpi dhe të bëj dhe një pyetje që ke folur këtu në tryezën time ti dhe bëj fason një gjë tjetër, sikur të duam të ti nuk e pranuar të bashkohesh me opozitën. Një tani ylli, kushtet janë vështira. Si dhe fushata jonë e vështirë, mes shiut, mes të spotit, edhe kjo lidhja e momentale ka dëgjoni qartë, jo? Unë jam në mes rrugës, se po kthej me ai televizion tjetër. Jo, nuk e qartë, nuk dëgjohesh qartë. Është zëri nga telefoni, kështu që s'ke E ke zë telefoni. Arlin, sikur ti sa minuta do të mbrish në shtëpi ose në një vend normal. Mund ta provoj në ai vend tjetër, shoh. Provoj në një vend tjetër. Shiko, vazhdoj pak minuta unë këtu nga një vend tjetër dhe i thua regjis me njërë të fut. Se nuk dëgjohesh. E provoj. Ndaj, në rregull. Rofsh, hajde. Atere. Vazhdojni pak ju edhe ta përfshim Arlinin. Filloj prapë, nxeu prapë. Domethënë, debati është domethënë a bëri mirë apo bëri keq. Ore, domethënë njeriu ka bërë një interpretim valla. Një interpretim i cili është legjitim Bushat. Këtë po duhet të them unë. Mund të jetë legjitim dhe ajo që thua ti. Unë nuk jam nihilist dhe nuk mohoj të drejtën e interpretimit që ke edhe ti. Por ne nuk mund të bëjmë bubu dhe nuk mund ta fajsojmë tjetrin si kriminal, sikur ka bërë një krim, vetëm se ka dhënë një interpretim gjithashtu legjitim të kushtetutës. Dhe aq më tepër nuk mund ta bëjmë këtë në kushtet kur ajo që duhet bëjmë ne është hym luftë me Edi Ramën, jo të merrem me gërvërë me çështje interpretimesh pa bereqet, pa asnjë lloj që nxjerrim kokë askund, përveç se nxjerrin opozitën dobët e cila ka frikë të zgjedhje. Ka frikë të zgjedhje prandaj bën këtë. Po kjo pra është problemi. Ore, pse, pse duhet merremi ne me këtë? Do të një argument pa fut opozitën meze. Po se opozita më po e bën këtë, si për çfarë flasim? Po flasim për zgjedhje. Po flasim për zgjedhje më. Po flasim për zgjedhje. Për çfarë po diskutojmë ne këtë muhabet? Tu është bërë mod. Del zvëndës kryeministi Ramës, i bie Edi Ramës, ton ky ishi Saliut, pra Ben Ahmeta i Saliut. Tani t'ja veshe dhe Erion Velia i Saliut. Të gjithë që shajnë Edi Ramës janë Saliut. Nuk thash e kupton. Thash Saliu po mbron Velia. Me Saliun, një pjesë janë ndarë me. Po ti me këje? Nuk e di. Unë jam asnjëri, as ti si as asnjëri. E pra. Po s'po thot, nuk e di të them. Po njëri jam me këtë, një me këtë, nuk e kuptoj. Atë flasim midis njerëzve. Kur bën një gjë, nuk e kuptoj më çfarë po bën o Bushat. Jo pra. Thash që ti je me këtë, ti je me të. Unë thash pse Ore se tani për shembull unë të bashkoj me këta që qajnë për nuk më intereson. Nuk më them. Po thuaj pra. Ne nuk po bënim gaz. Ata lemri tjetrin thotë çfarë do, secili thotë çfarë do valla. Ti fute kot opozitën. Jo, po nuk e futa opozitën. Qa lidhe? Ka shumë frikë. Ka më frikë se mendon ti. Bajram Begaj bëri mira, bëri keq. Bajram Bega ka marrë këtë debat në kushtet e një debati politik. Dhe kur stome mbajt qëndrim mbi një krim, thua fajnë e ka Saliu. Jo, më një sekundë. O Saliu! Po mos unë s'kam problem mbajt dëni, unë mbajt qëndrim ndaj gjithçka e nuk më... Pra, akoma s'kam aq më tepër ndaj... Kemi një orë s'kem mbajt. Ta thash pra qëndrimin tim. Qëndrimi im është që gjykimi Begajt i mira po i gabuar mund ta bëj kushdo, po është legjitim.
Duhet ta bëjmë. Ashtu si dhe vendimi jot. Pra unë në këtë kuptim po t'jap dhe ty drejt. Pra më në fund. Po ta jap dhe ty këtë drejt. Po ta thash apo ti s'e dëgjove. Ti nuk e dëgjove. Bega i bëri mirë, dakor. E kam fajnuar se kam dëgjuar. O Bushat, edhe herë se s'po m'djeg. Unë nuk e gjykoj mirë apo keq. Ka mënyra të ndryshme interpretimi. Është çështje juridike. Sepse unë po mbaj qëndrimin që presidenti i Republikës ka bërë një krim. Po, e ke gabim, pra ky është gabim. Ti thua është legjitim, dhe kur është legjitim, mund t'jetë diskutu, po është legjitim. Këtu nda, dhe ky është thelbi debat. Ka bërë një krim, apo ka vepruar brenda një normaliteti që nesër ndoshta dhe një gjykat mund t'ja refuzoj. Tani çyn opozita këtu? Opozita hyn këtu. Çyn opozita? Ky është debati që bëm tani. Po pra, debati është këtu, sepse ky veprim që bëri presidenti dhe ky debat që ngrihet mbi veprimin e presidentit është pjesë e një konteksti mbi cilin ngrihet. Dhe ky kontekst është frika e opozitës për të zgjedhur një dhe nevoja e opozitës për mbrojtje Ron Velien. Dhe kjo mendoj është më e rëndësishme se sa diskutimi nëse dekreti interpretohet apo si interpretohet ashtu siç ka interpretuar Bayram Begaj. Dhe mua kjo më shqetëson më shumë se sa dekreti i Begaj. Në fund fare, siç mbrojti Arben Ahmetaj, siç mbrojti Ilir. Po sigurisht, gjithë apo i mbrojti. Dakor. Dhe përveç kësaj, dekreti Begaj në fund fare, thjesht çon vendi zgjedhje olla. Ku është problemi këtu? Nuk mund të pranojë zgjedhje jo legjitime olla. Ora është problem të hysh në zgjedhje apo jo? Është shumë problem. Pse? Të hysh në zgjedhje. Si të shyri kjo opozite leshit në himar, ku tjetri të rëmbend dhe të burgos kandidatin dhe thot, ajde bëjmë garë prapë se du të fitoj unë, po është e njëjta gjë mo. Ska lidhe mo dhe, pra. A ka, në vëndi do bëj zgjedhje në i herë apo jo? Se ti thuaj vjetë, tani ti thua është krim bërë zgjedhje. Vëndi mund të bëj zgjedhje, po vëndi nuk bën dot kur zgjedhje, kur dhe presidenti, dhe Spaku, dhe kushtetusja, dhe gjitha sillen si basha. Atëre, ti thua që Bayram Begaj mos dekretoj asnjë palë zgjedhje, se këtu thot s'ka zgjedhje dhe ta shpallim këtë vend jo zgjedhor. Preç, edhe, po. Jo, në aspektin politik. Përpiquni tani pas Preçit kemi një lidhje me zotin Qori, po? Role që na përkasin në këtë format të studios, se kriminalet i shpall tjetër kush, nuk i shpallim ne tani. Unë mendoj që nuk i shpallim ne, nuk shpallim... Nëse e kam metaforike, nuk e ka krim kështu. Jo, unë i shpall, ti i shpall, po ti i shpall. Ti merë për sipër mi i shpall se ti... Dhe madje i bëj bashkëpunëtor dhe ata që relativizojnë kriminelet. Edhe mua do. Pa dyshim, po. Po mirë, okej. Në aspektin politik. Po kjo, qiko, je duke... Ja ta mbaroj Preçit, lutem. Preç, po. Ajo që vjen sy shumë është që opozit, shtyp, kritik, edhe unë, me ta kam qenë, kemi kërkuar për shumë kohë hetimin e Erion Velis, shkarkimin e Erion Velis, burgosin, disa unë jo, të burgosin nuk e marrën këtë atribut, sepse nuk më takon, të Erion Velis. Në momentin kur Erion Velis hetohet, shkarkohet, një numër i madh i këtyre opozitarëve e njerëzve, kthejnë plakën, me njëherë, dhe, si thush, e kthejnë si në atë anekdotën, a i ke dhënë ujë gomarit, dhe ndoshta njerëzit e dinë, po ka dhe që se dinë, a mund t'ja themi këtë gomarit njerëzit që ta dinë? Ja, të thotë gomarit ti dhe të futë... Spekullim ata e votuan për shkarkim. Atere, jo, po tani... Zotin Qori, që duhet kemi një lidhje normale tani? A e kanë ditë atë... Ja, jemi okej. Zoti Preç. Ta futim, Një sekund. Po jepe ta futim se... Dakor, të pyetje... Po e si në vërdal tani. Ta jap, po, ta jap. Jo, do ta jap. E kanë bëmë... Ka se po pret Arlindi, po jam dakor ta jap, po. Ja, një sekund. Tani, me që je pjesë rëndësishme opozitës Arlind, opozita e ka sulmuar dekretin e presidentit. Ne po diskutonim gjërësisht tu, ashtë për pak, me analistët, poli spari avokati dhe sjarimet e vete të gjitha, të qarta, dhe analistët një shtërëngim në një tjetin, por unë duaj një mendim të endin. Opozita ka sulmuar dekretin e presidentit. Pse bën PD në këtë, kur vete ka votuar në Këshill shkarkimin e Veliajt, është e shqetësuar opozita për të drejtat e Veliut, thua ti ajo? Po shiko,
Lëvizja Bashkë vetë ka votuar për shkarkimin e Erion Veliajt, ne konsiderojmë shkarkimin të ligjshëm dhe kushtetues përveç se drejt. Mirë, po këtu kemi një lloj ngërçi kushtetues, që në momentin që Erion Veliaj është ankuar, me gjas hyn fuqi neni 115 i kushtetutës mos gaboj për pezullimin e efekteve të shkarkimit. Gjithsesi, duke mos qenë konstitucionalist, nuk do t'i jap zgjidhje këtij rregulli kushtetues. Mi vjen mendoj që i vetmi institucion që ne mund ta shpëtoj këtë rast është vetë gjykata kushtetuese, se ne mund të bëjmë debatet pafundme politike, jurisprudencës, po gjitha këto janë opinione. Gjykata kushtetuese përbëhet nga disa njerëz që paguhen shumë mirë dhe sot Erion Veliaj ka bërë një ankesë kundër dekretit të presidentit dhe gjykata kushtetuese ka vështrimin, ka detyrimin moral që t'jap një përgjigje sa më parë. Pra është kushtetues ose jo vendimi i presidentit të Republikës. Se frika ime është që nëse gjykata kushtetuese vonohet, edhe merr vendimin ta zë 3 ditë para zgjedhjeve, mund përfundojmë një situatë komplet qesharake, që t'jetë bërë fushata e t'jetë dhënë premtimet edhe dalë gjykata kushtetuese të na thotë që vendimi qenë ka antikushtetues, pak në dekreti presidentit është antikushtetues. Prandaj unë mendoj që gjithë teksti duhet vendosur tek nevoja për shprehjen imediate të gjykatës kushtetuese. Ka një ankesë, gjykata kushtetuese duhet t'i japi drejtim kësaj gjëje. Duhet t'i japi drejtim një orë më parë kësaj pune, sepse nga ana tjetër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur afatet të regjistrimit të partive dhe të kandidatëve, dhe nuk do ishte hiç serioze që partitë detyrohen të marrin vendime në kushtet e paqartësisë, se minimalisht kemi një paqartësi. Në sa kohë kemi një ankesë dhe ende institucioni kryesor i vendit, që është gjykata kushtetuese në këtë rast, që mund të marrë një vendim, nuk e ka marrë një vendim, as vendimin paraprak, pra për ta pranuar ose jo dekretin e presidentit të Republikës, ne jemi në kushtet të një amullie në kundërshtrimin tim kushtetuese. Pastaj, që kjo amulli mund të përdoret si justifikim për të mos hyrë në zgjedhje, për të, për të justifikuar humbjen e gjëra të tilla, pastaj ky është një diskutim tjetër. Ne që dole këtu, Arlind, që zgjedhjet bëhen sa më parë, sa më shpejt, dhe të fillojë fushata elektorale. Po nga ana tjetër duam që institucionet shprehen. Gjykata kushtetuese duhet shprehen. Arlind, atëre me që hyre këtu, të marrë pjesë në zgjedhje, mos marrë pjesë në zgjedhje, unë deri dje dinja që do marrë pjesë patjetër, por sot për shembull një nga eksponentët, njerëz më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, prisnin doktorin të kthehej nga Strasburgu dhe me atë do të vinte ai vulën, po ndërkohë janë shpallur shumë kandidatë, me sa di unë edhe ju bashkë, sepse janë edhe publik ata. Fare shkurt, çfarë duhet bëjë opozita në këto zgjedhje? A duhet marrë pjesë në zgjedhjet e Tiranës? Sepse ka një zë që edhe për shkak të jo kushtetueshmërisë mund të mos marrë pjesë. Tani ne këtu kemi një precedent shumë problematik që janë zgjedhjet e 2019-s, ku partitë opozitare nuk hyn në zgjedhje, Edi Rama jo vetëm fitoi, pasi hyri gjëm në këmbë. Edhe përkundër edhe e përforcoi pushtetin e vet. Tani ne jetojmë në një vend me një probleme, se unë ja kam frikën edhe një gjë tjetër. Mund dal gjykata kushtetuese të thotë dekreti Begajt nuk është kushtetues, e prapse qeveria thotë shkojmë përpara zgjedhjeve. Pra, tu ka shumë alternativa, njëra më e çuditshme se tjetra. Gjithsesi unë në parim jam që hiq rastin kur ta vën pushkën te koka të vërtet, detyra një partie opozitare është që të kërkojë të mobilizojë votuesit e saj që të maksimizojë rezultatin. Ne në Lëvizjen Bashkë mezi po i presim zgjedhjet e Tiranës, jemi të gatshëm të kandidojmë, të paraqesim qytetarëve të Tiranës alternativën tonë. E dim që gara ka përqen thellësisht e pabarabartë, mirë po kjo gjë është e pritshme. Me që dole të partia juaj, kemi patur diskutimet shumë dhe për një kandidat për bashkët, nëse nga studio ime ju keni thënë jo, unë nuk bashkohem Partinë Demokratike. Ndërkohë ata, edhe pse ti që e shprehur që nuk bashkohesh, ata thanë Arlind Qoj nuk e marrim se është ekstremist. Ç'më mendoni për këtë gjë? Edhe për strategjinë. Ky është humori i politikës së zakonshme në Shqipëri. Disa prej përfaqësuesve të PD-s ne kanë bërë thirrje publike për bashkëpunim. Unë jam përgjigjur po publikisht për arsyet morale, politike dhe strategjike, sepse Lëvizja Bashkë nuk ka për të bashkuar ndonjëherë me parti si PD-ja, PS-ja, e bishtat e tyre. Dhe pasi ne e refuzuam, doli një përfaqësues tjetër të PD-s dhe tha që ne nuk bashkëpunojmë me ekstremistët. Domethënë, një ditë më parë ishim një subjekt legjitim opozitar, një ditë më vonë përfunduam përsëri si ekstremist. Nëse kjo nuk tregon në gjë të madhe për ne, tregon shumë për seriozitetin e mangët të Partisë Demokratike. A mundet të ketë një kandidat për bashkët Arlind për Tiranën?
Për shembull ka një ofensivë të madhe të partive tjera të reja, mundësia për shembull ka paraqitur nuk mund të ketë kuptimin që Lëvizja Bashkë nuk ka për të bashkëpunuar me asnjë parti tjetër, do hym me kandidatin ton, sepse nuk kemi të përbashkët me asnjë parti tjetër në Shqipëri. Nuk kemi të përbashkët me ata që kanë vjedhur Shqipërinë deri më sot, nuk kemi të përbashkët me parti që heshtin ose janë të komprometuar në raport me oligarkinë ekonomike, se nuk mund të bëjmë një fushat përbashkët, ku unë denoncoj kullat e oligarkëve, edhe partnerët e tjerë të koalicionit hipotetik të marrin para mbështetje dhe kohë televizive nga oligarkët. Kjo është e pamundur, është e palogjikshme, është e pamoralshme dhe për gjitha këto arsye ne kemi bërë të qartë dhe gjithë fakte dinë, pozicionin ton dhe askush nuk pret seriozisht që ne të bëhemi praktikisht duke u afruar me PS-n, PD-n apo këtë lloj partish. Po keni me idenë për shembull që mund t'i pranoj doktorin në një kandidat nga këta që kanë afruar mundësia, për shembull ka afruar Rasimin, Fatmir Mediu, Edlira Çepana, nuk e di partitë e tjera, se doktori akoma se ishte në Strasburg, do afroj dhe ai njerëzit e të gjitha. Ndërkohë jurnalin në dëgjova unë. Nuk komentoj. Nuk është e hijshme nga ana ime që të komentoj kandidatët për kandidat. Kur të ketë një kandidat Partia Demokratike, do e shoh cili është, do shqyrtoj çfarë vetëj ka karakterit e historisë vet. Mirë, nuk duhet harruar asnjëherë që çdo kandidat që vjen me vulën e Edi Ramës apo Sali Berishës mban mbi kryet e veta edhe përgjegjësinë për bëmat e gjëmat që ata i kanë bërë dhe vazhdojnë t'i bëjnë Shqipërisë. Pra ju si parti e merrni shumë seriozisht që do hyni në zgjedhjet e Tiranës. Besoj ku jam i bindur gjithmonë, po ju personalisht apo se unë dëgjova zëra që për shembull deputeti juaj mund të kandidojë për këtë dhe mund të kandidoj për partinë. Ky ka qenë keq interpretim. Një gjë është e sigurt që Redi Muçi nuk do kandidoj për Lëvizjen Bashkë për Bashkinë e Tiranës. Kjo është vetëm gjë e sigurt. Mirë bëra që ta bëra këtë pyetje sepse po luhet gjatë me po e bën shumë mirë punën e vet. Po unë se kisha diur. Po e bën shumë mirë punën e vet si deputet dhe ne s'kemi ndërmend tallemi me qytetarët e Shqipërisë që na kanë votuar. Redi Muçi do jetë 4 vjet deputet, ka për ta bërë shumë mirë atë punë, siç po e bën këto ditë dhe po lë bresa shumë të mira te qytetarët. Në ditën e vijim ne do e jemi në proces të diskutimeve të brendshme dhe do përcaktojmë kandidatin tonë për zgjedhjet e Tiranës. Uroj shumë të theksoj edhe një herë që të kemi një vendim sa më shpejt nga gjykata kushtetuese. Vërtet do ishte një gallat që të bën edhe të qesh edhe të qash, sikur gjykata kushtetuese të na dalë 3-4 ditë para zgjedhjeve dhe të na thotë na llim lojë. Dhe gjykata kushtetuese ka detyrën që në momentin që ka një ankesë nga Erion Veliaj duhet t'i japi përgjigje. Unë shpresoj që përgjigjja tjetë që shkarkimi i Veliajt është kushtetues në zgjedhjet mbaj një orë më parë, pra na duhet një vendim i gjykatës kushtetuese. Ata burra dhe gra që janë anëtarë gjykatës kushtetuese marrin rroga shumë të mira, kanë dhe prestigj social që i vjen nga posti që mbajnë dhe nuk kanë punë më të rëndësishme për të bërë sot se sa të shqyrtojnë këtë kontradiktar, nuk e di si ta quaj, dhe t'i japin një zgjidhje institucionale sa më parë, pavarësisht opinionit tim apo të kujdo tjetër. Arlind, falenderoj shumë për ndryrjen dhe për ndimin që na dhe. Për mbrëmjen e sotme, në erës tjetër shumë shpejt do të jemi në studio. Faleminderit. Natën e mirë. Faleminderit. Natën e mirë. Pra, disa sqarime të rëndësishme të zotit Qori, cili në studion time preç tha që ne nuk bashkohemi me asnjërin palë, sepse nuk ngjajmë fare, por pastaj ata befas tanë që nuk bashkohemi me Qorin, thanë dhe ata. Pasi tha ky vetë. Do të thënë, unë kujtoj se tema sot është duhet ketë zgjedhje apo s'duhet ketë dhe saj nuk mund t'i vendosë si do jenë koalicion, pra që zgjedhjet s'diskutohet që duen, po si do bëhen koalicionet në këto zgjedhjet që duen. Kjo është. Ti ke bërë një emision e mire benje, dikur që më kujtohet mua gjithë, po tani... Kishte defekte të mëdhaja, dhe e bëj dhe unë. Edhe me defekte, sigurisht kam dhe unë. Dhe unë prisja atere, rejtje për defektet, emisionit tim. Po. Dhe unë tani, dhe unë t'i pranoj, t'a pranoj t'i gjithë, po unë e futa, sepse është një njëri që nuk bashkohet me askënd, nuk bashkohet me askënd, dhe ata tha nuk e marim, Arlind Qorin. Dhe mbeta shumë i abitur, kura i këtu tha që unë s'vete me askënd, dhe e pyeta për këtë punë, por e pyeta njëkohësisht së pari për dekretin e presidentit. E pyeta si që peti e ndoqe e gjitha. Tani, a duhet të bëhen zgjedhje dhe çfarë duhet bëjë opozita në këtë zgjedhje? Të marrë pjesë apo jo? Si që ja bërë Arlindit, të njëjtën pyetje. Pastaj kalojmë në një gjë që është me Strasburgun. Po, kush ju një pari? Kush të shtje?
Ta që shqetësojnë për opozitën, se unë s'kam asnjë shqetësim. Mërtir, Mua. duhet Qiko, opozita, këtu ka drejt Berisha kur thotë që ne nuk duhet të refuzojmë asnjë palë zgjedhje. Gabimi madh ka qenë ajo që dogjën mandate, nuk në zgjedhje herën e kaluar dhe pam ku çoi. Dhe përsëritja e njëjtit gabim pastaj do ishte dramatike. Një opozit, pra një parti, se mos një parti e madhe opozitare që synon tjetë alternativë për pushtet, nuk e ka luksin mos të hyn zgjedhje, sepse nëse nuk hyn zgjedhje do hyn një parti tjetër dhe do marr votat e asaj partie. ajo që ndodhi në dhe sigurisht që kjo do ta 19 tha. Po, kështu që kjo pastaj do ta aq më tepër tashmë kur Partia Demokratike është duke u bjerr, ka forca të reja që po dalin, sigurisht që këto mund ta, pra Berisha është i detyruar në këtë rast të hyjë në zgjedhje. Berisha shpreson që nëpërmjet tyre dekrete, nëpërmjet gjykatës kushtetuese të tjerë të mos t'i bëjë zgjedhjet, sepse më thënë opozita është në një krizë të tillë ku të hyjë zgjedhje e ka keq, të mos hyjë zgjedhje e ka prap keq. Pra zgjedh keq e më keq, cila është varianti? Interesi Saliut në raport me ngastrën që ka. Po ty sigur s'ti intereson dhe kjo tema, pse përfshihesh? Jo, interesi publik, jo interesi opozitës. Se ti pra po flet për interesin e Saliut, që mos i marrin në i cop nga, unë them, një opozit përballë një regjimi si duhet sillej. A i leverdis kjo Saliut apo s'myn xhep fare. Saliut i leverdis të mbaj monopolin e partisë të madhe të opozitës. Pyetja ishte a duhet ty apo s'duhet ty zgjedhje? Dhe unë u përgjigje që duhet ty zgjedhje, se ja marrin këto tjerat monopolin, the ti. E ka mirë se ja marrin këto tjerat. Pra ky është interesi Saliut, i shtëpisë Saliut. Është interes. Unë them, një opozit përballë një paligjshmërie, jo sipas meje që kishin debato, pa ta thonë, ky është puç kushtetues, ta Gazbardi dje. Një opozit, kur e quan puç kushtetues, mund të bëhet pjesë e mi merr përgjigjet sipas një këtë unë. Pyetja ishte a duhet hy PD zgjedhje? Dhe unë them nga perspektiva e PD-s duhet hy zgjedhje, se s'bën. Nga perspektiva ime mos hy më. I bën nder vendit sepse duhet zëvendësua ajo. Ajo shuku e ka çuar atë në forcë, i shoh dalin sa të tjerë ta zëvendësojnë. Dhe po të jetë për të mirën e vendit, unë mendoj që mos hy. Dhe të dalin sa të rinj ta zëvendësojnë. Kjo është po rregull pra. Domethënë, por pyetja ishte çfarë duhet bëj PD, çfarë duhet bëj nëse i duam të mirën PD-s. Jo. Pra PD-ja do ta thuash, pasi të mbaroj mërtiri do ta thuash. A kupton? Do ta thuash ti apo ta thot Preç? Preç. Preç se do ta thot Opozita do t'i bëjë të dyja për mendimin tim. Nëse ka bindjen që është puç kushtetues kjo i presidentit, e ka thënë Gazbardi, por nuk e di është mendim kolegjal partisë, ose ka dyshime, duhet që 1/5 e deputetëve të opozitës duhet i drejtohen dhe ata gjykatës kushtetuese. Do ta bëjnë betejën aty ku bëhet, se betejat politike nuk bëhen vetëm foltore. Sidomos opozita. Ante kjo është normalja. Është normalja. Për sa i përket zgjedhjeve, sigurisht që unë dihet mendimi që kam unë gjithmonë që opozita do të hyjë në zgjedhje me një kandidat politik që është i afishuar si kandidat politik i njohur, si një politikan që është formuar brenda Partisë Demokratike, mund si të ketë rezatim konsensual që si thua të bashkoj rreth vetes dhe partitë e tjera, por në këto zgjedhje që janë kokë më kokë për kryetarin e bashkisë më të madhe, sigurisht që kandidati duhet të jetë politik i Partisë Demokratike. Me objektivin maksimal për të fituar zgjedhjet dhe me objektimin minimal për të rritur, sepse historia e opozitave, zoti Ylli, që kalojnë këto krizë si kjo që ka kaluar Partia Demokratike dhe po kalon, është që të shkojnë drejt fitores nga humbja në humbje, sepse ashtu është ndërtu, si me thënë gjithë politika e tyre, pra nga 60.000 vota më pak, 20.000 vota më pak, 30.000 është prap një sukses. Gjithsesi, synimi do të jetë me fitu. Një opozit zgjedhjet i ka dhe stërvitje politike, dhe me thënë, në qoftë rrin pambarimisht, ose shumë herë, jashtë zgjedhjeve, heziton të hyjë zgjedhje, ajo rrezikon shpërbërjen. Dhe në Shqipëri, sigurisht që ka probleme për zgjedhjet, po zgjedhjet u bën, zgjedhjet do bën, zgjedhjet do ketë. Duhet hyj me kandidat politik nga më të rëndësishmit e Partisë Demokratike, që ka dhe rekorde pozitive në votim. Kjo nuk bëhet sepse kandidat politik nuk pranojnë. Nuk pranojnë? Jo.
Jo, shiko, një kandidat, as Ali Mehmeti, as një Jorida Tabaku. politikan, Cilët i shmanget garës kryesore, ka i gjë. Jo, nuk fitojnë, mendojnë që fitojnë dhe nuk duan ta anë. Problemi, mund të mos fitojnë. Mund të mos fitojnë, për zvoglojnë diferencen. Si do alen... Po nuk je pjetën aje për të Tabaku pasi që bërë deputete, ka majnë luftuar fort, 20 sa mi vota tani të vejtë Ka dhe tja, jo... ja pjetën për të mos fituar me... Në vitin 2003, ja ku është Bushati dëshmitar, se ka pas emisionin atë kohë, ky problem ka qenë. Spartak Ngjela i doli zot, si figurë politike. Ja vodhi votat. Spartaku nuk ullë gjë. O preq, zoti preq. E vurin pik pyq. Zoti preq. Ja vodhi votat Rama. Avokati i themi ne i nderuar, asnjëherë nuk humbë gjemo, futet ai kudo. Do ta futesh prap tani. Futet. Çështja është që Tabaku humb vlla, humb deputetin. Edhe është e sigurt që e humb. Nuk shkon. Ali Mehmeti nuk shkon se s'do të humb, do të hyj në... Se më beteja politike për rrok deputeti? Po dikush do ta bëj atë betejë. Po pse për çfarë? Justifikime. Në Shqipëri? Opozita për rrok deputeti? Po ide për deputet, se merr dhe benefite të tjera. Po dajnë gjërat këtu. Po Belind Këlliçi për shkak. Belind i ka bë fushat mirë. Pra Belind nuk të vetëm me Belind. Një minutë për minutë. Begajt, ka që bën opozita... Ka kaluar në... Begajt, ka që bën... Se lajmish Begaj nuk është opozita, Tabaku, Ali Mehmeti... Po themi që do bëjmë, e mbaruam. Begajt, pyetjen, Begajt, ka që i bën opozita Bushat, me që e bërë këtë pyetje? Bëja vetës, përgjigju. Përgjigju. Kisha tem tjetërëm. Se më preve atë... Bushat, e mbaruam tani këte. Do të thresim, po nuk të vjen Begaj që ta rajmë ne këtu, të dy. Mbaruam, ke gjithë tjetër për Begaj në zotëri? Kujton se ka një shqiptar budallaj që të ndyej duart me Begaj në, që ta rajmë. Unë s'flas me traura, bu tani, po le tani. Nuk është mirë atë. Flas për gjithë tjetër. Dakord. Do me thënë, jemi në rregull. është puna që sqarojmë pozicionet. Por e ti na e të drejtën fare të flasim. A do kandidoj opozita më është pyetje? Sekond. Do kandidoj. Do shkoj. Do futen, do andru me 100.000 vota mangut... Përgjigju kësaj pyetje, mos. Iku, tani të vazhdoj këtë që më duket mua esenciale me preq. Do me dhe, qëfar më shqetëso mu preq në gjithë të proces? Ishim erës tjetër këtu dhe të vura re që thej që, digjo, pa tjetër që këta mund të shkarkonin, po Velia i duhet gjuar. Po, e kam mendim. E ke mendim tënë. Po. Ke thënë mendim. E tha dhe avokati. Jo, është janë... Por, pes vendimet Po, jam dakord, pra jam dakord. Restane që Këshilli Bashkiak i tha, hajde, qoj me shkrim, po Këshilli Bashkiak nuk mund të siguroj pranin e ti në rrethanën e vend. Se duhet, dhe më thënë, të shojmë gjënë në tërsi, jo në një aspekt. Sot, Ramu Abeti prap, the, ore mira i duhet të shkoj para drejtësisë, po jo si arrestuar. Apo jo, mendimi jotë. Po, ka mendimin që... Dhe ka shumë njerës që e thonë. Po, dhe nuk doli. Pra, me qenë se ka është dorëzuar akuzak, dhe me nuk ka ma rreziqe për manipulimin e provë. Jo, para kërë arrestua, jo tani. Po, e kam... E dyta, po, e ka dy e ke mendim, po. E treta këtë se ke thënë ti, po ka shumë njerës që e thonë. Ore, po, leta shqyrton të kushtetusja këta ankesën e Velia dhe pastaj të vendosej për zgjedhje. Do me thënë, unë, aqë më mirë, ashtu të bënd të treja bashkë, dhe mund të bëjmë biset bashkë, po, se ti që nge të treja. Tani unë them, unë besoj 10 vjetë, o kam hargjuar frym dhe shkronja, që ky Velia i duhet varrosur politikisht, duhet tisha shumë i knaqur që sot kjo po ndodhë sa ish varrosur politikisht. Por më duket më rëndësishme kjo, si ndodhin këto rasi, që ai edhe mund mos arrestoj, themi, po u arrestua. Edhe mund gjoj, po su dëgjua. Edhe mund t'i shqyrtoj ankimimi, po nuk ju shqyrtua. Pra, a mundet ne, një hajdut ordiner, t'i veshim kostumin e një heroi, duke mos batuar ligjin, kushtetutën, procedurat moralin tonë. Pra, me Erion Veliajn, duke mbrojt Erion Veliajn, që unë për mu letë kalbet në burg, po duhet mbrojmë të drejtat e gjithve ne, sepse kur shkallmojnë... Cilat drejta janë shkerë, më? Cilat drejta janë shkerë? Po ecja me argumentat e preqin. Do me thënë, kjo a duhet na shërbej si kamban alarm? Po, presi thotë që, po ka tjerë që thotë që nuk
po i shkelën drejtat dhe tash. Prandaj u drejtova Precit, tash e kam replik me Precin. Me që më tërhoqën këto shqetësimet do me thënë, ja janë këto kam bët. Qa po ndodh në këtë vëndin tonë, mëlla? Një drejt i hiqe, dy drejt i hiqe, ajdut më ajdut. Ti the duhet kemi mendim, ti bëj një... Dhe unë kam pas mendim, për këtë që me qenë si ishe 2 javë, dhe me thënë, për para kjo gjykata e lartë që u shpreh sot, unë i thash Blendi Klosit një emision që a mund të prisni ju një 2 javë që të shpreh dhe gjykata e lartë, që në fakt ajo u shpreh që të rinte në burg. Se unë kam mendimin që kur një person hetohet, mbaron hetimi, dorëzohet akuza në gjykat, bie në arsyet për përjashtim të rasteve kur është një kriminali më. Është kështu. Nuk është kështu. Nuk është, e kam gabim, dakor. Po e kam thënë. Element që e mbajnë në burg. E kam thënë, dakor, mund ta kem pas gabim, e kam thënë në parim, kam thënë sepse unë parim mendoj që njerëzit nuk duhet të rrinë gjatë në burg pa vendim gjykate. Dakor, ai është parim. Në këtë sens e kam thënë. Parim human. E dyta kisha edhe këtë mendimin për atë që është. Por për te kësaj, domethënë, ne gjithë kemi kërkuar ti edhe unë, më shumë ti, më shumë opozita tjetër, që Erion Velia të hetohet, Erion Velia të shkarkohet, tjerë të kanë shku më largë, në shkojnë burgët e sepse, po këto, unë nuk i marrë këto atributës, se janë njoftë prezumimin e pafajësisë, dhe gjykoj gjithmonë mbi këtë princip. Nuk e quaj fajtor tjetrin para thënë gjykata, ama që të hetohet, pa tjetër. Tash, ajo që më ka çudit mua është në një farë mënyrë, se ka një gjë spekulative anë këtu, që me një herë në këthejmë plakën, edhe kalojmë të ajo se duket sikur jemi me parimin, apo jemi me gjrullëdin, se unë kam përshtypjen se ka një prime që gjithmonë, me të thënë, kur goditet një, ja faturonit i Ramës dhe bësh me atë që është godit, me gjithë se ke godit dhe vetë, me qenë se Rama e ka dalë kundër. Rama mund të majhë gjithë pozicion, por ne duhet të ujmë koherencën. Se ne investohemi për gjurëldin. Rëshkite këtu se thejnë gjithë përgjithshme, nuk ka rëndësi kjo. Unë po them, unë vetë, kur kam një parim, mund t'i kem gabim, 1 parim, 2 parim, 3 parime, si pas meja, dhe shof që gjitha këto më bien, them, ka diçka që është përtej vë shtetin ligjor në pikë pyetje, vë pavarësinë e gjykatave në pikë pyetje, vë pavarësinë e spakut. Ato kërkesat e mia, ato që ka thënë nuk e vend dyshim tërsinë e gjës. Ato janë konkrete. Duhet dëgjuar, po më dhanë një përgjigje ato të bashkisë të drejtën, se në kishin dëgjuar, tha, ne kena, nuk e di, po kishte mbaru. Ne e kemi bërë tonën, pastaj e ftuam që ti paraqes me shkrim ato pretendimet e veta, por ne nuk kemi tagër që të garantojmë praninë e tij mbledhjes, se atë e ka tjetër kush. Tash mos bëjmë me ata mos bëjmë qesharak. Ti s'ke tagër, po ti pret. Të shpjegoj procedurën. Nuk e pjot që i rabil filit Rama dhe u futën rreth. Pret 2 javë. Sa e përket të shpjegoj procedurën. Bashkiak mund t'i çonte një kërkesë drejtorisë përgjithshme të burgjeve, si që i qonë çdo komision parlamentar drejtorisë përgjithshme të burgjeve, në rast se donte ta gjonte. Nuk do, oke, pëse? Atashi nuk do. Cili është ligji që ka shkelur? Do të shpjegoj unë çfarë nuk do atëre. Ti nuk mund të imponosh me detyrim. Me që më ftove në debat. Jo, nuk sot po të pyes. Mund ta kesh drejt ti të riqe. Dakor. Ka shkelur minimalisht Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut për një proces të rregullt ligjor. Sepse personi është i pa rregullt procesi. Mund ta mbaj. Më fal, po jo. Atëherë, në procesi rregullt ligjor, sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2021 në rastin e Zefilës, ka thënë shprehmisht, në rast se ndaj një personi ndiqet një procedurë disiplinore, administrative, penale, çfarëdo lloj tjetër, domethënë, dhe në rast se do t'i heqësh një ditë pune, dhe në rast se do ta varësh, duhet bësh kujdes për 2 pika, thot Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë në zbatim Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Duhet t'i tregosh para se të filloj procesi çdo gjë në ngarkim të tij që ka lidhje me krimin e masës disiplinore. Dhe pasi masë disiplinore kjo? Kjo masë disiplinore është. Pse? Çfarë është kjo? Dekoratës? Çfarë ka shkelur Velia që ka marrë? Po zotri. Se masa disiplinore merret kur ti bën një shkelje. Tash mos bëjmë gallat. Çfarë shkeli Velia që marr? Mos bëjmë gallat. Shkeli nuk vajti 3 muaj. Nuk është masë disiplinore pra. Sepse ai nuk ka shkuar. Është proces disiplinor administrativ. Tani, më fal ta mbaroj.
Ore, Se ky s'është proces disiplinor administrativ, është një duhet ftesë. duhet bërë si thotë Edi Rama. Çfarë duhet politikën, ta mbaroj pak ligjin. S'po bëjmë politikë, ligji po flas. Po kjo është politikë, se të më thuash, thras kryetari i bashkisë i thënë ke 3 muaj s'ke ardhur në punë, edhe unë për ty në bazë në 62.c do të shkarkojnë nga detyra. Ti më thuash ftesë për vallëzim, qofshti. Unë po të shpjegoj. O vallëzim o disiplinë. Po pra, ka dhe varje në litar, po dhe ai varurin litar duhet të dëgjohet. Dhe për sa i përket kësaj pike, nuk ka lidhje Veliaj pa Veliaj, ka lidhje me procesin. Duhet të paraqitej me shkrim çdo pretendim që kishte të bëj një pyetje. Ta mbaroj pak lutem këtë pjesë. Dhe pasi Këshilli Bashkiak, kështu thot gjykata kushtetuese, thot praktika e gjykatës kushtetuese, në çdo proces të këtij lloji do t'ia paraqisësh me shkrim personit, do i njoh, do bëj prapësimet e tij. Dhe kur të filloj procesi, që në rastin konkret është në Këshillin Bashkiak, ti je i detyruar ta thrasësh personin dhe në pamundësi të ardhjes personit ose në vullnetin e tij, mund të autorizoj një avokat që të jetë i pranishëm dhe të jap prapësimet. Në të kundërt, thot gjykata kushtetuese, përbën shkelje të rënd të procesit të rregullt ligjor dhe Zef Ilën e ka quajtur të kthehet në detyrë sepse i është shkelur kjo e drejtë. Unë kaq them tash komentet e tjera. Mos kthehemi mbrapa. Bëj një pyetje, nëse në rast se një kryetar bashkie çmendet. Nëse do ikim në mbërën. Tash mbledhet Këshilli Bashkiak dhe e heq. Ky quhet proces disiplinor? Po. Proces shkarkimi është. Shkarkimi Proces administrativ. Dhe duhet ta thrasim të çmendurin që të flasë këtu se s'bën? Mirë, në rast se ti flet kështu. Apo flet për procedurë. Apo flet për procedurë. Flasun për procedurë. Tani procedurë. Të çmendurin do marrim një mjek ligjor, do marrim një akt ekspertimi, do e dëgjojmë, do e vizitojmë mjekun ligjor. Po. E kemi bërë ne këtë. E kemi marrë mjekun ligjor, gjithë thotë që është i çmendur. Është i çmendur, po. Do e paraqitet mbrojtësi i tij. O ka se mu lodhe se kam dy pyetje tjera për që këtu. Ata ajo mbledhje, se tash po flasim. Se e kthyem gjithë çështën, më fal një sekond. Ajo mbledhje u bë për një fakt. Pra fakti është i mirënjohur nga gjithë. Nuk është se fakti është në Burg. Që kishte ndodhur valla. Fakti është në Burg. Ai kishte 6 muaj, 9 muaj që shkonte. Duhet ishte bërë që muajin e tretë. E bën me vonesë. Mbledhja u bë se fishkëlleu Edi Rama. Po patjetër. Kush mbron tani që kjo është procedurë e ligjshme? Kush e vën dyshim? Kush e vën dyshim? Problemi është a duhet vi Velia aty të thotë bëj program. Jo, mos duhet. Tani më fal. Tjetra. Fik siç e ka bërë skenarin ai i madh. Tjetra gjë. Fal, po ta mbaroj pra një sekond. Po prit pra tash. Po prit pra një viteve para në. Po lër fabulën mbarojën. Shkoni në rrugë. Po një sekond mbaroj argumentin. Po një sekond mbaroj. Ishte dikush në rrugë dhe shikonte gazin e degës, si po vinte, nuk ndalonte te dera e shtëpisë, si thoshte shpëtova. Ndalonte gazi degës ke dera tjetër. Pas një javë ndaloi ke dera tjetër, kur mbaruan të dyert, erdhi te derave. Pa duhet bëjmë Velian se do na vinë. Tani, po jo më. Fal një sekond. Ta mbaroj Velian kjo. Ta mbaroj këtë gjë. Por që për Velian le të hap arkivën e tregoj se çai kam. Çështja, a duhet apo s'duhet të ishte pranë është kot sepse ajo thjesht një mas për të marrë një vendim për një fakt. Ai është Burg, nuk ushtron dot detyrë. Tani fal. Tjetra gjë prit për një sekond. Marri gjykata kushtetuese. Avokat se u lodhe tani se kam pyetje tjetër për ty. Një minutë. Dikush më shkruan. Tjetra gjë. Rritja apo mos rritja Erion Veliat në sallën e gjyqit është çështje procedurale. Nuk është çështje i thash nuk është çështje kushtetuese. Kemi procedurë, kemi pyetje pak avokatin, më thot dikush. Kjo avokat. Shkon çojën gjykata administrative dhe avokat. Vendimi qofse. I dashur avokat. Nuk është kushtetuese? Rasti i gjykatë kushtetuese? Po. Për procesin para procedurë, kjo është për gjykata administrative. Avokat. Në rast se më lejon një minutë ta lexoj vendimin e Zefit. Po jo tani se po lexove disa vendime ti këtu. Iku popullata nuk shikon më. Është një gjë shumë minore gjithë procesit, kjo a duhet paraqitur apo jo? Çfarë po Erionit thotë më pyet dikush, pyeten çik Eugenin thotë ai lejohet Erionit të jetë vetë në seancën e gjykatës kushtetuese. Po patjetër, po në rast se e thret gjykata kushtetuese çon fletirje, patjetër drejtoria e përgjithshme e burgjeve është e detyruar ta çojë. Ta çojë atje. Po. Se e thret. Okej. Tani zoti Besit, pyetja tjetër është këtu. Pyetja tjetër është këtu. Në rast se do bëj thuaj gjykata. Kemi dëgjuar të thuhet shpesh që thotë që ska avokat. Kemi dëgjuar të thuhet shpesh që Erion Veliaj do të shkojnë në Strasburg. Krijohet ideja sikur Strasburgu me çdo çështje që i shkon nga Shqipëria. Tani si ekspert, eksperti mirë që je ti, cila është procedura për të vajtur në Strasburg dhe sa shanse ka Veliaj të shkojë atje? Me që më dole këtu, për atë që diskuton dhe zoti Bushati me zotin Zogaj,
dhe këtë për që bisedonim ne. Do më thënë, procesi administrativ i shkarkimit zotit Veliaj, me procesin penal të zotit Veliaj, janë dy dreza që nuk puthen gjëkundi. Janë komplet të veçuara, nuk afektojnë absolutisht njëra tjetërën. Zoti Veliaj tashmë është i pandehur për 9-12 akuza dhe do ndiqet për 13 akuza dhe do ndiqet procesi gjyqësor për të vërtetuar akuzën. E këtë se ndryshon zotit. Shqyrtim gjyqësor dhe kjo nuk ka lidhje fare me këtë që po diskutojmë ne sot. Është shumë larg. Është shumë larg. Në edhe kundër avokatit. Po ky flet sipas ligjit. Tash të shkojmë në edhe kundër ligjit bëu, procesi i Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut ka dy elementë të cilat i merr në konsiderat dhe dy janë elementët kryesorë. Të ketë shkelje të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut që ka lidhje kryesisht me procesin e rregullt ligjor që unë sapo përmenda, dhe kjo është kryesorja e cila e bën të shkojë një çështje në Strasburg. Por shkelje e Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut është barazia e palëve, është afati arsyeshëm ligjor, është mbajtja në burg pa të drejtë, është mungesa e paraqitjes së provave të marrë. Pra, a ka shanse ai të shkojë? Prandaj ti ndava dy procese. Këto dy proceset, procesi i parë që është procesi penal, kur të mbaroj, sipas Strasburgut duhet të ezauroj të tëra shkallët e gjyqësorit shqiptar. Domethënë të marrë dënimet komplet, të marrë dënimet deri në gjykatë lartë, të ezauroj dhe gjykatën kushtetuese pastaj të kalbe thoj. Strasburg. Ky është procedura brenda 4 muajsh. Procedura tjetër që jemi sot, procedura e masës disiplinore, procesi disiplinor. Procedura që jemi sot ka vetëm një shkallë, është gjykata kushtetuese, në rast se ajo do e mbaj procesin, të përfundojnë gjykatë kushtetuese, do shkoj në Strasburg. Dhe po e deklaroj këtu ruaje, me gjas, në rast se shkon në Strasburg për proces të parregullt ligjor, gjykata e Strasburgut do i referohet 5 vendimeve të gjykatës shqiptare kushtetuese dhe do jap të drejtë zoti Veliaj. Mundet vetëm një pse isha kundër? Ja ta them dhe një pyetje dhe ti e thua. Dhe ikën pastaj, po dakord. Thue. Ku nuk isha dakord me avokatin. Se avokati flet sikur ne jemi në një demokraci laboratorike ku çfarë vendos nuk afekton. Në Strasburg vetë edhe në diktaturë mu. Kurse unë them, po të dënoj partia, e disit lindshojnë ta kamikazët e drejtësisë, prandaj, pavarësisht se formalisht duket sikur çështjet janë ndara, pra lindshimi politik i Veliajt nga partia vetë me drejtësinë janë ndara, ato vetëm interferojnë me njëra tjetrën. Dhe u bë rastësia e dytë, dje Veliaj u ankua në gjykatë kushtetuese, pam spaku i tha gjykata GKK-ja, edhe një akuzë tjetër këtij. Një ditë para se Rama thoshte do e shkarkojmë, pa me quan gjykata ta. Po nuk ekziston kjo doti. Ndoshta janë përkime. Kjo e prishjes aty nuk ekziston kjo akuzë. Ato ka 10 vjet që ekzistojnë, dhe pikrisht ditën që ai u ankua, këta u kujtuan që kjo ekziston. Nëse gjykata e kushtetuese do ishte e Ramës. Se nuk është. Po nuk e di. Po një vendim që ka dhënë kundër Ramës. Mund të jetë, po unë mendoj që po jo mos se ti këtu jeton, se s'më le të bëj pyetje në botë. Jo, nuk të s'tja bëj. Mirë, po nëse mendimin nuk e di e ku të gjykata kushtetuese, për mua është e Ramës dhe Berishës bashkë, është e dy. Edhe Veliajt në këtë rast. Edhe Fatos Nanos. E fusim mos. Ne që duhet relativizuar. Tani ky mërtire ka caktuar kështu këtë punë. Lere ta mbaj kështu të caktuar. Po le ta mbaj kështu mos zotëri. O vlla se ti më bën një më le fare. Jo më tregon mua të bëjmë sikur jam normal në këtë. Njerëzit që po bisedojnë lidh. Bashkoj. Para reformës. Se më tregon mua si i ka kthyer Berishës 17 atentate kushtetuese, thoshte opozita. Gjykata kushtetuese para reformës në drejtësi, ktheu Ramës ja 6 ligje. Që kur ka ardhur reforma në drejtësi dhe kemi gjykatre, po më kundërshton se zero, pra që është e Ramës pra. Është herë e parë që gjykata kushtetuese është e kryeministrit. Pastaj përgjigjo. Ti dhe këtë ma bën me pikpyetje. Po prit valla, nëse do ishte e Ramës po them unë, po e besoj që është kështu. Pse gjykata kushtetuese? Vazhdo. Pse gjykata kushtetuese e Ramës e regjistron çështjen e Veliajt, ankimin e Veliajt për vendimin e Begajt 1 dhe të vendimin të shkarkimit nga Këshilli Bashkiak. Nuk kemi të dhëna që është regjistruar. Ajo nuk është kaq e qartë, po... A nuk kemi të dhëna? Unë e di që është regjistruar. Ka njoftim. Që është dorëzuar, ka ardhur. Po prit,
Kemi më kohë. Kur do mdidhet një gjyqtar dhe do vendos ta pranoj apo jo? Mdidhen 3 gjyqtarë. Në rregull. Avokat, Që sqaron këtë detaj, ai s'dinte që gjykata e fundit, është e rëndë, ishte me dyshim. Dakord. erdhën të tjerë dhe na pushtuan. Ti nuk di që është dhe Berisha. Erdhën të tjerë na pushtuan. Avokati tha Tani një pyetja- gjë edhe aty Nëse është kështu, nëse është kështu. Erdi Panosova, po vërtet të dera, unë nuk e mbaj më, se nuk i mbaj do të më të tjerët. Ta mbyll me një fjali Se është. nuk të ri njeri këtu, ore, ditë natë. Një fjali është Vazhdoj pëse. panua. Jo, mor, ti prit, se kam pyetën e fundit për ty. Mos ta lëm pano në këmbë. Kam pyetën e... Se më ndërpret pra. Ma la Ky bosh. mund të vej në Strasburg Veliu, thot. Dakord. Po, kishte prioritet më shumë kur ishte kryetar bashkie për të shkuar, apo u mbet tani Po prioritet? janë histori teorike. Kur kam dëgjuar shpesh këtë që thon kur është kryetar bashkie gjykohet shpejt. Ato janë procedura të cilat Strasburg. Jo, Berisha është... Jo, s'ka Fitoj nga lidhje kjo. me subjektin, ka lidhje me kërkesën. Jo, Berisha fitoj si duke qenë kryetari i opozitës. Me kërkesat e ngutshme që kanë lidhje me masat e sigurimit, siç hyn ndonjë sekuestro, mund të bëhen brenda 3-4 ditëve. Kërkesat të ngutshme siç kanë lidhje me masat e sigurimit personal, pasuror, bëhen më shpejt, kurse kërkesat për themelin, ndaq qoftë kryetari i bashkisë së Cërrikut, kryetari i bashkisë Tiranës, do presësh rrallën atje. Tani, Dolën problem. problemet se mu në përgjithsisht... Se gjithmonë dhe zgjidh panë. Veteja e Erion Dalin gjitha ose ka. me akuzën. Tjerat janë veteja e vërtetë është me akuzën. Paka shumë, Po, patjetër. që problemet dolën, po paka shumë, në mënyrë që ne të kemi Disa. mundësi që të vim gjithmonë. Ti nxjerrim edhe dy Jo tjerë. të Vazhdimisht të ndjejmë probleme, se ne jemi popullit përfshirë ne këtu, që diskutojmë më shumë nga të gjithë. Nuk lëmë gjepën. Dhe është shumë e abitshme, se jepim dhe përfundime, është shumë e të mërshme kjo punë e madhe që kemi nisur, po tani të i themi populatit që s'kemi që bëjmë, dhe të na falni qoftë se e shkeli me kupton. jetë forte në falë. Po se Shumë tani, mirë. kërkojmë në ndjesër e që. Dhe tani do kthehemi në pjesën e dytë, do largohen në të nderuarit zotërin që kemi. Do të kemi momente të tjera shumë interesante, themun që në qoftë se unë vazhdimisht ju kam thënë këto kohë të fundit, kur nisim të sezon që doni të shikoni që ka ndodhur në Shqipëri në këto 35 vjet, shikoni bankersin që ka bërë Shqipërisë poshtë, çfarë i ka rëmbyer poshtë në tokë bushat, që bën sikur se kupton tani ti këtë, se kjo, se që i ka rëmbyer poshtë ti e kupton dhe e di. Edhe këtu mund bësh analizë, se ja kanë rëmbyer 2 palët. Të gjithë politika në 30 sa vjet i kanë ndarë gjerat poshtë. Një gjë ti është i sigurt, që po e dita nuk themësh dhe bardh dhe zi, dhe këshu dhe ashtu ta vendosin. Kur kanë vjetët të 2 palëta? Merë qëndrim, kanë vjetë 3 palë. Duhet mbar, pra njeri... Po pra, për qëndrim, E hap gojën kur ka një qëndrim. për qëndrim do të mbaj Jo, kur këtë s'ka pjesë unë, qëndrim. se the në fillim që për qëndrim do rish në këtë pjesë. Dhe, Tu s'kisha qëndrim pra ndaj... Por do flasim- Po për ty, Jo, unë ri dhe pjesën e tretë. po, po pjesën e tretë ne jemi poshtë, me Endri Mex. Po që se nuk ka mbaruar ato që ishte, që e lamë, kur unë gjitëm lartë, jemi me atë poshtë. Tani, ka që ishte të nderuarit e Se shikues, do dhe pastaj do të nga këta që do Po, Spaku ka kryer, në fillim para se të fillojmë të Ti bankesit, do këtu se s'ke- Spaku ka kryer arrestime tani në Durrës sot. Do të themi diçka dhe për këtë të gjitha. Edhe do vazhdojmë me kolegët e tjerë. Faleminderit shumë. Zoti Mutiri, zoti Beshi, faleminderit shumë, zoti Preç, falenderoj shumë. Bankers. Dhe do t'jemi. Me rakun për i herë tjetër nështë. Do të thuash në gjë? Sot jo. Po do të ndrosh me pushatin? Yes, hika. Jo më ndrohu, se ai ndrohet. Jo. Publicitet rikthehemi më njëherë.